Kush ka qit me kry? Mirëvera ma pëshi, si e mirja sa mbarova të videon tani sa e hova direkt. Edhe unë sa i mbarova duke inqizuar atë në mënyrën amatore, kështu më stresoi keq fare ai tipi si kisha lexuar të gjitha ato budalliqet që nisën të lexonin në bashkë ato ditë, ato të turkofilit edhe Po, e kuptoj. unë mundoha në një mënyrë shumë të fortë, domethënë ta humbisja ato ruan, po 5-6 herë e kam humbur. Po gjithsesi, s'ka problem, u bë gjëja tash që dështa. Unë se kuptoja kjo green screen pse s'po funksiononte këtu. Nuk e di, me thënë të drejtën. Nga ta provoj më funksionon mua apo jo. Nga e futi kur jenë live direkt? Të E interakte? klikon të këto efekte këtu, e klikon të këto, të ka i lapsi që është kështu me pik, Po. edhe unë e kam, mua më ben, jam këtu, jam në këtë vendin këtu tash, që është, të rrugica. Te lapsi do me thënë është effects apo? Je tek lexon enhance. Enhance. E klikon aty effects dhe del. Edhe unë për veten time e humba fare sot ika çik se po bëja video kështu për jeta ushqef. Këto video të jeta ushqef kanë qenë ato video të cilat kanë shpërthyer 2-3 herë këtu në TikTok. Edhe domethënë sa herë që më mbyllet TikToku, më hap TikTok të ri, edhe ato video të jeta ushqef unë e vë nga 200-300 këtu. Kështu që bëra një tjetër se ajo ta shikojmë do na ecë, ta shikojmë çfarë do ndodhi. Se kemi rak se të bllokojmë përsëri. Këtu në TikTok, po këtu në TikTok të bllokojnë kur të duan ata. Këto mua ma mbyllën akauntin kod pa asnjë lloj paralajmërimi. Kështu që TikToku është për qef. Problematike fare valla, sa të pasigurt janë dhe ata. Sidomos në Shqipëri njerë që as support nuk kanë ata as është. Mua më kam bërë më të akauntin në anglisht dhe në gjermanisht, më kam marrë 3 strike, po njërën e bëra appeal, edhe u kthye prapë, po ishte njëri nga ato që bëjnë fake gender wars, e ke parasysh, ishte njëra që thoshte do men realize how they act when they don't have any money. Edhe unë thash një argument budallik si puna e kësaj, po përdor edhe unë një argument idiot nga ana e meshkujve, domethënë siç është do women realize how they are when they are less than a 10. Edhe ishte strike aggressive speech. Kaq. Do ta dërgoj video në inbox. Për zotin lart. E vetëm ajo që unë thash është thjesht ajo fjali, domethënë ta dërgoj video në inbox ata kesh për veten tënde kot. 2 strike, njëra mbas tjetrës, herën tretë e hoqën fare ata. Edhe një tjetër ishte te akaunti në gjermanisht, ishte një si tip nerdi, kështu që ngacmonte, domethënë ai nuk është se e bën me qëllim atë, po thjesht e bën me që të gjeneroj pak trafik me këtë punën e shqiptarëve, se ne jemi një çik dele kështu, sa shikojnë që njëri shan Shqipëri një vend, gjitha mbrapa, aty super buçasin ato videot e atij. Edhe aty bëra një video, unë i thash që i shpjegova domethënë që pse ishte ignorant dhe pse kishte keq kuptuar këtë, dhe ajo u bë taken down for aggressive speech, domethënë është disa e pa drejtë është valla ndonjëherë, po që whatever. Mua te ky TikToku vetëm një herë më kanë hequr një video dhe ishte për informacione personale kur nxora diplomën e bachelorit këtu. Nuk do TikToku domethënë që të nxjerrësh asnjë lloj diplome, asnjë lloj gjëje. E kanë verem. Nuk duan. Normalisht, po thjesht domethënë sidomos kur përballesh me akaunte të tilla si këtij tipi, domethënë që janë shumë fishi asaj që kam unë, unë jam jashtëzakonisht shumë i vogël krahasuar me shumicën e këtyre që bëjnë video, domethënë, edhe nuk s'ke zero shanse, e kupton, zero shanse s'ke me to. TikTokun e parë që kam bërë unë ishte thjesht bëja duete me këto gocat që nxjerrin të pasmet, edhe unë bëja në injekte për të qeshur, videot e mia i mbyllte TikToku për sexual content. E kam parë atë. A ke bërë një video për YouTube në YouTube atë? E kam bërë, e kam bërë atje. Nuk po fitata të tjera që s'e kam parë. Është video jashtëzakonisht shumë interesant.
TikToku vlla duhet të kesh që të nxjerrësh në TikTok. Po pati të nxjerrësh TikToku të shpërthen. Ne pastaj ne mbyll akauntet si do qefi. Po e në mbyll akauntet si do qefi edhe kjo lidhet shumë me atë pjesën e që e lam dhe që herën e kaluar që ose do diskutonim ose do diskutonim që ishte tate du fuston, domethënë, e kupton? Se lidhet në mënyrë shumë faleminderit për kurorën JP, më erdhi një kuror këtu. Ja, kjo kurora. Okej, sensei. Po që lidhet vllai. Po ta shikosh gjën, domethënë çdo pikpamje tjetër, domethënë çdo pikpamje që halon sadopak nga krahu i djathtë ose sidomos këto akauntet që janë për self improvement, domethënë. Sa të mira, sa efektive janë është tjetër muhabet, e kupton? Po çdo lloj gjë që ty të nxjerrë nga ajo mendja e konsumatorit, domethënë, që unë jam habitur domethënë vetëm për faktin që ti nuk e ke video në anglisht, ato ca video që ke bërë ti që jo mos punoni, mos ikni në shkolla, disa herë do ishin hequr ato plako, po të ishin në anglisht. Seriozisht. Ka shumë, këtu për shembull në Berlin është një turk që bën ato videot që pse universitetet janë budalliqe dhe janë hequr gjitha. Është një gjerman që është bërë famous tash që jeton në Kipër, ka bërë një video në anglisht ai që Germans are the worst people ever edhe shpjegon budalliqet që bëjnë këtu domethënë. Asnjë content i atij nuk është i lejuar më në Gjermani plak. What? Seriozisht? Yes, e ka emrin Rico something, domethënë të sugjeroj ta. E kam parë atë videon e atij më duket, e kam parë. Këtë video. Ajo video që bën ai edhe në 90% të saj qëndron, domethënë në shumë sakt, po vetëm për faktin sepse ti po thua diçka që është jashtë sistemit, që i thua robe shiko se nuk është mënyra e dur, po do të bëjmë diçka tjetër që të jemi më të mirë me njëri tjetrin. Henceforth jemi edhe më të mirë për shoqërinë, domethënë që mos e zihemi më, mos e shajmë njëri tjetrin, jo. Duhet të shajë populli, duhet të hahet njerëzit me njëri tjetrin që të fitojnë ata që janë sipër. Edhe ne bëjmë betejën e atyre, e kupton? Se në vend që të zihen politikanët që të fitojë populli, tani zihet populli dhe fitojnë politikanët, e kupton? Është fush betejë. Fush betejë është vetë. Është shumë e keqe. Nuk e di se si funksionon censura këtu në TikTok, ka TikToku në një kompani shqiptare që kujdeset për ta, po thjesht se duhet të ketë, si të shka YouTube-i akro fispredhen, duhet të ketë edhe TikToku në një kompani që të merret me këto shqiptaret. E vështirë do jetë se nuk e di se këto social media nuk kanë të njëjtën masa si ka njëra tjetër, domethënë TikToku nuk është i njëjtë me Instagramin, nuk është i njëjtë me YouTube-in. Me thënë të drejtën mbase nuk kanë fare kështu se mua për veten time video sa mund të shaj unë për shembull në anglisht. Në një video direkt ma heqin atë video. Kështu që vetëm në anglisht nuk do të shaj unë, për shqip varet lesht. Se si duket shqip si kapin dot ato. Shara. Se s'kan punëtor shqiptar që të rinë të bëjnë flek. Kur sa në anglisht i kanë hequr videot në YouTube apo si? Po. Si qa thash, lexova një koment unë edhe thash shava të vetë në anglisht në fund të komentit, ma auqën atë videon, pastaj i bera këshu appeal-un, edhe e pa një njeri këshu, edhe e pa që s'kishte lidhje e shara me atë njeri unë me komentin, po thjesht ishte në kontekst tjetër edhe ma lanë prap. Po që sistemi që atë lloj e shari që është këshu, bu, direkt, është... Nuk e di qa bëhet me këtë TikTok. Në është qiki të qatë. Në ti në të njëjtë në mënyrë me Andrew Tate, domethënë. Që këta janë thjesht kusit, dhe nuk ekziston free speech is just an illusion. Po, paka shumë ne që jemi në Shqipëri, nga që nuk kanë ata punëtor shqiptar që të rregullojnë këtë pjesën, i trajtoj shumë kështu, shikon një të share e një gjë këtu, bup, e iq direkt ai, sepse nuk e lejon dot ai që të filloj të suportoj gjithë ne që shajmë, e të fillojmë të shajmë dhe të bëhet platforma, më kupton, vetëm me të shara. Kështu që prandaj edhe neve na duhet të gjejmë kështu rrugë të tjera, rrugë mbas rrugë. Që faktin që TikToku nuk ka skuadër për Shqipërinë, se duke me qenë ata filenerit që bëjnë gjitha ato lek me TikTok vetëm duke u sharë me njëri tjetrin plakot do ta kishte bllokuar njëri, kështu që s'ma mendja se
nuk i intereson ai shumë atyre, domethënë nuk kemi aq të rëndësishëm do në lojë ta hanë kokat e tyre ata të bëjnë çfarë duan. Në fix. Prandaj nuk na japin edhe lek për videot e ata këtu në TikTok. Jemi rënd fare. Ajo është problemi i madh, domethënë ajo pjesa e lekëve është problemi i madh në mendimin tim. Duhet të gjejnë një lloj mënyre ata që mos të ngelemi edhe në mbrapa vëlla se ka content shumë të mirë. Ka trash normalisht, siç ka kudo se kudo ka. Kupton se Normal. ka dhe njerëz që thonë që çai kemi ne këta, e diskutova edhe me një dy persona të tjerë që janë mosh më madhe se sa neve që janë në punëra në stable të gjitha të tjerat. Është budallika plak, se nëse ty s'të pëlqejnë ujërit edhe çka ka TikToku, thjesht mos e kushto mendje vëlla. Mos e kushto, e vendos tregu. Ti nxjerr një produkt më të mirë. Nxjerr shembuj më të mirë, nxjerr njerëz që kanë arritur diçka në jetë dhe që promovojnë. Po që është shumë e vështirë. Se ti për shembull ti shumë mirë të pjesën, se ti ke bërë shumë video për punë, për shkollë, apo bëj çfarë duash, punon në sisteme dhe sa e vështirë është të çash, domethënë. Normalisht, një adoleshent do thotë që mirë vëlla, na të gjitha të tjerë domethënë që punojnë, asnjëri nuk ka ndonjë gjë të mirë, plus ato që kanë shqiptarë, po jeta e zhvuajtje, jo po kështu, jo pa ashtu, e kupton? Normalisht njerëzit, jo njerëzit, po adoleshentët marrin anën që okay, ky tipi duket sikur ka jetë më fani, plak, e kupton? Nuk dua të jem kështu jeta e zhvuajtje dhe ik punot e tjetri se po të në buke e tjere, kupton? Kështu që thjesht mungesa e një fjalimi më të mirë, mungesa e shembujve i çon të gjithë rinj, domethënë të zgjedhin personazhe që unë mund mos bie dakord, ti mund mos bie dakord, por fundi fare ne dy individ jemi, e kupton? Mund të jenë ata kanë një lloj tregu aq shumë të fortë, domethënë me sa duket njerëzit janë të kënaqur nga ajo, e marrin atë dopaminën e momentit, edhe janë në rregull me veten e tyre, e kupton? Unë prandaj unë kam si rregull, domethënë që unë nuk kritikoj asnjën. Nëse mua diçka më pëlqen, dua t'i bëj engage, domethënë dua që të futem të flasim, po flasim bashkë tash edhe siç kemi folur të tjera për shembull. Është një individ që më pëlqen, bën punë të mirë, okay. Po dikush që nuk të pëlqen, unë nuk mendoj se është një gjë pozitive ti dedikosh këto lloj formate që ka dedikuar televizionet që folëm herën e kaluar edhe të tjerë. Po, e vërtet është kjo shumë të drejtë te kjo pjesa, po ka diçka për estradën shqiptare për momentin, për TikTokun kryesisht, po të dërgoj këtë gjë në ndeshje së pranoj të jetë kohë. Ajo që mendoj për estradën se ç'a po ndodh me gjithë TikTokun, se tani TikToku është bërë pothuajse krye estrada, se televizionet po ja ndjen me vërtet frikën TikTok. Shqiptarët e kanë pak në përgjithësi këtë që po jo vetëm shqiptarët, është problemator, po në Shqipëri bie shumë në sy. Shqiptarët duan ta shikojnë pak atë që është në TikTok, pra atë që del në platformë, duan ta shikojnë sa më keq të jetë e mundur, dhe kur e shikojnë atë keq, ju duket vetja sikur janë më mirë se sa ai, dhe pastaj kur domethënë e shikojnë që ai është aq poshtë, aq kështu, e mëshirojnë pastaj thonë, se i gjuna ky tani dhe fillojnë i gjuajnë me gifte, ja japin këto të gjitha. Kështu ka ndodhur me shumë personazhe këtu që kanë ardhur në TikTok. Duan t'i shikojnë sa më, domethënë duan t'i shikojnë të shkallojnë, duan t'i bëjnë për budallënj, duan domethënë edhe me vuajtje kështu fizik, femra duan t'i shikojnë kështu të pamoralshme fare, mundësisht baxhella, dhe kur i shikojnë në këtë gjendje, pastaj thonë, mirë ja, shiko ky, po pastaj tak i mëshirojnë gjoja sikur ju vjen keq. Edhe me këtë që bëjnë ju duket vetja si më të mirë. Ndihmoj këtë ose unë po e fal. Janë aq të jepësh, wow. Shumë faleminderit për to kapelet. Holy fucking shit. 4 kapele, faleminderit jepëja. I madh. Bravo. Kjo është me pak fjalë buçi ajo që mendoj unë për këta. Prandaj edhe këtu janë të destinuara të gjitha figurat, pra ne që dalim në TikTok, jemi të prirura që në një moment ose në një moment tjetër të bijem pre asaj, si thonë, çmendurisë njerëzore. Po jo çmendurisë kështu të gradës së fundit, po ta humbësh për shembull për momentin. E kupton? Që ose të shash ose të bësh. Dhe kur njeriu acarohet kaq shumë, po ti shikosh të gjitha klipet virale të TikTokut, janë njerëz që shajnë. Janë njerëz që shajnë me njëri tjetrin.
futen në për live edhe fillojnë ato të sharat nga mëngjesi. Edhe domethënë këta që i shikojnë audienca sikur kënaqet nga kjo, se thon ua, shiko sa të degeneruar ata. Ata kënaqen vërtet, domethënë, jo sikur kënaqen. Domethënë se jo, unë e kam pak të vështirë ta kuptoj se si mund të kënaqesh ti kur dy njerëz shahen ashtu, valla, se nuk e kuptoj dot për me armë. Shiko, është në momentin plako kur dikush e humb të ruan, edhe kjo video që unë sa u bëra me të turkun që humba disa herë të ruan, domethënë, dhe ula veten prap. E kap në një pjesë, domethënë që shumica e njerëzve ka shumë qeftë, po ta vesh rrethën e debate, kështu për shembull, ke në një takim me shefin, në një takim me punë, me investitorin apo kështu, të paktën në degën time, për shembull, gjithë të tjerat. Çdo kush, sidomos ata që nuk kanë fytyrë fare, që nuk kanë karakter, domethënë që duan të fitojnë me çfarë lloj kosto të mundesh, domethënë kalojnë direkt personalisht. Vetëm që ti ta humbësh të ruan, domethënë, edhe që çdo lloj gjë që ti thua të shumëzohesh me zero. Edhe kjo kur ti e humb të ruan, domethënë, del nga vetja jote, është si ta them unë, si gjë e mirë për ata, se ata triumfojnë. Shikon, thonë, unë jam i përmbajtur se ai, ose unë ja dola ta thyej atë. E kupton? Edhe këta njerëzit që shikojnë ata të tjerë që shahen me njëri tjetrin në atë lloj mënyre, domethënë, e bëjnë se i duket që okay, që sa bukur. Unë jam tu për qefin tim, domethënë, na shkriu si ç'a bën. Hajde ti shikoj çik. Dhe ata po shahen kështu, është si cirk, domethënë. Është si cirk. Ka edhe hajde shikoj ta që po shahen, shoh lan fare aty në Facebook me fytyra me gjëra. Tjetrin po harrojnë që e kanë telefonin përpara dorës dhe janë ata që po e shohin. Po, fiks. Jo, është edhe fiks kjo pjesa që shqiptarët, domethënë, përveç se duan që të jetë që të bëhet kështu budalla, ta humbi atë fare, po duan që edhe të jetë, domethënë, jo inteligjent. E duan që të jetë, domethënë, edhe idiot që normale ti duket vetja edhe superior nga ana e inteligjencës. Edhe ka shumë personazhe në Shqipëri që janë bërë të famshëm vetëm se kanë qenë atë gjendje, domethënë. Është e çuditshme, nuk e di. Po, shiko, unë jam plako për sa i përket lirisë së fjalës, jam absolutist fare. Mua nuk më a shahin këta, a kanë audiencë. Jepi vllai, kënaquni vllai. Ajo është, a do ti të shohësh njerëz që shahin? Sa duash, ke vazhdo. Jo. Power to you. E kanë atë lirin ta kem. Lirin ta kem, po ajo që pyes në veten është kjo audienca që i shikon. Nuk e kuptojnë që kjo është e njëjta gjë ata po shahin tani, do shahin pak, domethënë, është e njëjta e shartë. Ç'a, domethënë, kjo ndodh tek meshkujt në përgjithësi. Pastaj edhe tek femrat tani ka dalë çiksi në mod, kanë dalë ca, kështu që thjesht futen dhe shahin, degenerojnë ato femrat. Edhe ato degenerojnë njëra tjetrën, edhe është një e shartë, domethënë, kështu një po në nivele, domethënë, në nivele që të vjen gjyna për këta personat, edhe pse deri diku nuk i njeh fare, po thuaj pse arrin ta bëjnë këtë gjë, po për lekë bëjnë. Edhe ka që marrin shumë lekë, më kupton? Kuptohet fare që e bëjnë për lekë ato, ajo është numri 1, e kupton? Ajo është bazamenti i çdo gjëje, po ideja është se shiko, ka treg, ka njerëz të tillë, domethënë që atë lloj mënyre të dëfrimit e kanë mjaftueshëm për jetën e tyre, domethënë, dhe ka persona që do e plotësojnë këtë gjë që kërkojnë këta individ, domethënë, ka treg, po ka dhe mall, është supply market, e kupton? Nuk edhe funksionon në një lloj mënyre të tillë kjo. Edhe shiko, unë që kur kam filluar në fillim, domethënë kam qenë amator. E thën bukur kam qenë amator, kam qenë keq amator, domethënë për shumë gjëra që as nuk dija si të reagoja, si të bëja, domethënë edhe ka pasur valla, jo po bëj këto, jo po bëj ato, jo po futu atje, jo po futu tu, bëj kështu se këto janë virale, bëj këto se këto janë virale, domethënë po që është pjesa shumë e fokusuar të leku. A dua unë si Bleon që të vi një ditë për shembull që unë të kem një të ardhur pasive nga kjo? Absolutisht po, kush është ai budalla që nuk do ta donte. A është qëllimi im i parë të bëj atë? Jo. Qëllimi im i parë është ka qenë edhe shpresoj domethënë që mos ndryshojë ndonjë gjë, që është gjithmonë të krijosh një lloj debati për tema që duken 1 aktuale, 2 që janë të rëndësishme dhe 3 për ato gjëra që mendoj që unë kam të drejtë ose duhen diskutuar, por që mund të ketë disa persona të tjerë që mendojnë kështu, por që unë nuk i aksesoj dot nëse nuk bëj diçka të tillë, kupton? Edhe ky është gjithë qëllimi atyre. E kupton, henceforth ato budalliqet jo me programe shqiptare dhe bëj review dhe bëj rent, gjitha tjera.
Po që kështu është e gjitha. Unë tani s'kuptoj, domethënë, të themi çike tema e sotme, unë këtë nuk kuptoj, domethënë. Çfarë problemi ka rob me Andrew Tate më plak? Po shiko, ajo, domethënë, problemi më i madh që kishte tek ajo retorika që kishte urryese kundrejt femrave, deri diku që ju urrente. Kjo ishte ajo që e goditi Roçi nga mirë, përveç se ato që kanë thënë njerëzit, ty individualisht ke pasur të njëjtën në përshtypje që ai urrente femra? Atëre, mënyra se si ai i trajton femrat kur flet, po dhe mënyra se si ai i trajton, domethënë, në jetën e tij private, për mua është problematike. Dhe një person në jetën e tij private. Okej, ka disa akuza në lidhje me atë që ka rraurat e femrën, qa beri që është ajo video. Pastaj ajo vajza ka dalë disa e ka thënë që jo, pa ajo ishte një lojë, jo këtej pandej. Nejse, gjithsesi ajo është pak problematike. Seks është fetish plak, nuk është lojë. E kuptoj. Jo, e kuptoj. Por edhe tek pjesa që ka akuza për disa nga ato vajzat që nuk është sjell mirë këtej pandej, ato vajzat që kishte atë biznesin e cam girlëve, që i mbante andej në përbodrume ku i mbante. Edhe kjo domethënë është pra, deri diku ai është një tutor i moderuar. Dhe një tutor i moderuar që i përdor femrat për të fituar lek, duke shqitur ato trupin, jo duke shqitur kështu, po duke dalë atje në kamerë dhe duke shqitur, për mua nuk është një person i denj ai i cili duhet që meshkujt e vegjël ta dëgjojnë atë se si flet ai për femrat. Sepse meshkujt e vegjël njëherë absolutisht nuk kanë luksin e të qenit një mashkull si ai që mund të zgjedhë se sa femra të doj, dhe meshkujt e vegjël në momentin e parë që do fillojnë do flasin me të njëjtin ton me femrat e jetës tyre, do kenë shumë probleme plako, sepse një mashkull si ai që është aq i pasur, edhe nëse femrat, edhe nëse ai femrat i trajton keq, ato mund të qëndrojnë me atë dhe mund ta falin vetëm sepse ai ka lekët dhe kanë përfitime financiare. Po një mashkull normal mesatar nuk mund të dëgjoj dot atë, sepse nuk e ka luksin e po janë një replikë të vogël. Po shiko, e para që te pjesa që e dhunës edhe cam girls, por shumë ato janë gjitha gjëra që i ka bërë CNN-i, domethënë, dhe kjo nuk është se e them unë, domethënë, se kam mbajana apo ndonjë gjë, po thjesht nuk ka, gjithat akuza janë false. Edhe rating që i është bërë tek shtëpia në Rumani është sepse një nga të dashurit e një nga gocave që ishte atje, domethënë, për muhabet xhelozia, po ku ta di unë budalliqe ca tjera, se e kishte parë veten në live-et e Andrew Tate-it. E kishte parë, të dashurin e vet në live-et e Andrew Tate-it, domethënë. Kishte marrë policin telefon, edhe ky e shpjegon këtë dhe shumë gjëra të tjera. Tani, unë nuk e kam problemin me atë. Unë kam disa problematika. Të po, asnjë nga këto, sepse të gjitha ato afera, domethënë, janë thjesht thriller. Nuk është asnjë nga këto nuk është vërtet. Kjo biznesi i cam girl, domethënë, ato të gjitha kanë qenë vajza që kanë qenë në kontratë, edhe të gjitha kanë punuar nga shtëpia e tyre, asnjëra s'ka punuar në bodrum. Ai vllai vet që është menaxher OnlyFans, për shembull, që ka menaxhon disa vajza, asnjëra nga ato nuk është detyruar, ai thjesht menaxhon, i jep treg më të hapur, normalisht ata, siç e the ti, janë ato lloj tregu që e din se si ku mund të shitet ai lloj produkti që është OnlyFans, e kupton? Normalisht. Tani, nuk po flasim për një vend si Shqipëria, nuk po flasim për një vend si Bangladeshi apo AU, domethënë ku ligji nuk funksionon. Në të minimum më të vogël, nëse një nga ato femra, domethënë, do abuzojnë në çfarë lloj mënyre, nuk është se janë prostituta rrugë, plako, edhe nuk do ta gjenin të drejtën. Ato thjesht mund të thoshin një gjë më shumë në video dhe aq ishte, do xhironte botën ajo video. Që kjo e mbulon këtë pjesën, domethënë që të gjitha ato gjërat janë budalliqe. Te pjesa pastaj e fëmijëve, aty ke të drejtë. Për shembull, atë jam dhe unë, por në një mënyrë tjetër e shikoj unë, por me të njëjtin përfundim. Sepse ka bërë një podcast shumë gjatë, domethënë me Tom Segura, është një komedian. Edhe ka pas sa klipe. Tani Tom Segura është me gruan e vet atje, domethënë, edhe ajo i thotë që mos të shajun tash në anglisht, mos na bëjnë ndonjë gjë me të. Yeah. Edhe ajo luan rolin
si një femër domethënë e trashet, i tha. Edhe shumica ato klipet e vogla domethënë ku ai tregohet arrogant, kështu që ju shut up ose shut the fuck, e kupton, au ju budalliqe të tjera, janë nga ky podcasti. Po unë e kam parë podcastin sepse unë ndjek podcastin. Unë jam adhuruesi i atij lloj formati domethënë, dhe kam parë gjithë nga fillimi deri në fund. Ajo është një hilaritet maksimal, plako, e kupton? Ajo është thjesht një parodi edhe satir e një lloj mendimi, domethënë që ai thot ato dhe zakonisht qesh nga mbrapa, domethënë. Edhe qeshin e gjitha të tjerat edhe vazhdojmë muhabetin. Ç'a ndodh tash? Një format 3 orë siç është podcasti bëhet në clickbait të vogla, edhe nxiret, i thuhet domethënë nga shumë meshkuj të tjerë që nuk janë si ai, që janë të pasigurt, edhe që nuk kanë asnjë gjë për t'i ofruar, marrin vetëm atë pjesën e thonë që unë me këtë do identifikohem, ku diçka unë të rrajnë themra të bëjmë këtë, të bëjmë atë. Edhe vazhdon kjo bëhet virale dhe dalin shumë meshkuj pastaj që janë të pasigurt. Se zakonisht shiko, meshkujt që janë më të dobët janë meshkujt më të rrezikshëm, apo. Mama nëse deri në një pikë këtu jemi dakord bashkë. Tani po. Ai ka pasur edhe fjali e fundit. Edhe ai gabimi aty ka qenë domethënë që ai nuk e ka, ose i ka pëlqyer shumë ajo pjesa e famës, ose vërtet nuk e ka pasur kapacitetin ta kuptonte se sa i famshëm ishte që ti bënte ballë këtyre klipeve të vogla që nuk kishin në fakt lidhje me asnjë gjë me ato nga ato gjërat që ai ka thënë. E kupton? Edhe sido që jetë, faji mbetet aty. Po, dakord. Atëherë, te kjo pjesa po e filloj nga fundi, te kjo pjesa e podcasteve, domethënë dhe klipeve të vogla. Në momentin që ti shpërndan një klip të vogël, si ai podcastit që është i nxjerr jashtë kontekstit, mua më ka ndodhur dhe vetë, rrezikon që shumica e njerëzve që nuk kanë fillësi mendimi të gjykojnë shumë shpejt për atë. Pra, me pak fjalë ti po ja bën vetes se pra ti, po rrezikon që të gjykohesh nga një pjesë njerëzish jashtë kontekstit për të marrë atë famën momentale. Pra, domethënë kjo është një një tregti që ti po e bën vetë. Kjo ndodh, por mua më ka ndodhur vetë. Unë jam okay me këtë pjesë. Tani, është e vërtetë kjo që theti tek pjesa e famës, që ai ishte aq i famshëm, arriti domethënë të ishte personi numër 1 në botë i kërkuar për momentin, dhe duhet që këtu pastaj domethënë duhet që si thon ta transformonte pak atë përmbajtjen e tij dhe të përpiqej të jepte mesazhe më pozitive, sepse ai mesazhet e tij nuk po ja jepte më unë atyre 10 vetave ose 100 vetave çunave që kishte në mendje, po ja jepte gjithë botës. Dhe këtu tani ndryshon dhe vjen tek ajo që them unë. Unë jam një mashkull mesatar këtu në Shqipëri. Për një mashkull këtu në Shqipëri tani aktualisht që të blej një shtëpi në Tiranë me lek rroge kështu, i bie të punonja 100 e ca vjet që të blej atë shtëpinë. I bie që gjatë gjithë kësaj kohe domethënë i bie që të punoj vetë se dhe lidhemi tek pjesa e partneres tani. Që ti të marrësh një femër që shtot Andrew Tate, duhet që ti të jesh ai personi i cili i siguron asaj gjithçka, që siguron të gjitha dhe pastaj dhe ti e mbron, edhe ajo të jep llogari ty dhe gjithçka tjetër dhe kujdesesh ti për ai mashkulli tradicional ti që ti dhe pastaj thot ai që unë jo e kam femrën pronën time, jo këtë pa andej, dhe pastaj mundohet ta justifikoj këtë pak a shumë që po jo po se në një lidhje patjetër që e kupton, janë ato si thon kthesat që përpiqet të gjarpëroj ai tek kjo pjesa e mentalitetit. Por nuk po i futem kësaj thjesht po e marr unë si një mashkull shqiptar. Këto këshillat e Andrew Tate-it, unë me këtë realitet shqiptar që jam, është e pamundur që ti ndjek. Dhe mua nuk më hyn në xhep sepse është absolutisht e pamundur. Në qoftë se unë do isha fëmia e një biznesmeni që do ishte nga ta oligarko borgjezët këtu në Shqipëri, atëherë po, deri diku unë do të dëgjoja këshillat e Andrew Tate-it, sepse edhe mundet që ti realizoja në jetën reale. Po kur unë s'ka mundësi, unë që të ndërtoj një jetë sa më të mirë për veten time, duhet që këtë partneren që do marr, të punojmë të dy, më kupton, i bie që do jemi të dy të barabartë nga pjesa e kontributit, dhe të dy domethënë duhet të jemi diku të barabartë, jo duhet të jemi, po do jemi të barabartë tek lidhja. Dhe unë nuk e kam atë luks që ti them asaj femrës, shiko ti se ti do më dëgjosh mua çfarë do bëj unë, ti do bësh këtë, do bësh atë, sepse unë po ja siguroj asaj të gjitha. Jo, unë s'po ja siguroj dot asaj. Unë mezi po siguroj të mia. Dhe ajo po siguron të saj, dhe të dy së bashku kemi vendosur që të krijojmë një jetë më të mirë, më kupton? Dhe këtu këshillat e Andrew Tate-it dalin pak jashtë funksionit për mua si mashkull shqiptar në këtë realitet.
Më kupton? Unë them se jo, prap. Edhe do ta shu se unë unë mbaj dashni me plakun mos ma merr për keq, lutem, po thjesht i humbas në një. Pjesa e TikTokut, domethënë që deli jashtë kontekstit, mama nëse ti ndjeni që ai vet nuk edhe vllai vet nuk ka pasur asnjëri një account TikTok. Apo. Ti e di që gjitha këto videot e vogla janë farming, domethënë që bëhen nga fëmijë. Po. Ai vet nuk ka pasur fare, i ka pasur Instagram, edhe Instagrami aty po ta shikosh, domethënë edhe ai që ishte bosh, ishte fotot aty kur ka qenë fighter, e kupton, edhe budalliqe të tjera. Nuk është se ka pasur ndonjë nga këto gjëra. Të gjitha këto i kanë bërë njerëzit që e gjetën atë si një shpëtim nga kjo toksiciteti kundër meshkujve që duhet ta diskutojmë kur të çik më vonë. Tash, si mashkull mesatar plako, fakti që ti thoj si mashkull mesatar ti mashkull mesatar unë, e kupton? Kush më shumë, kush më pak, këtë gjë ajo. Tani, unë nuk mendoj plako se është 100% e vërtet ajo që thua ti që nuk mund të ndjekësh ato. Unë mendoj që është e kundërta, që mund të ndjekësh ato, por jo në të njëjtin kontekst. Kur gjëja e parë që ai thot për shembull, ai thotë shko palestër ose më saktë bëj diçka që është fizike, domethënë që të kesh trupin në rregull, që të jesh gjatë gjithë kohës i përgatitur për çdo për sëmundje, për një gjendje agresioni apo budalliqe të tjera. Në thelb kjo, si gjë e parë, që ai e nis çdo gjë kur i jep këshilla, ai nis me këtë. Me këtë e nis gjithmonë. Unë nuk mendoj se ka një njeri, domethënë që nuk e ka mundsinë për këtë. Nuk ekziston ai lloj njeriu. Edhe punën më të keqe, vetëm po ti jesh në një minator, në një gjë që i shkërdhyer komplet kur veten në shtëpi, por një që punon në zyrë, një punon në kamarie, një që punon në bankier, edhe nëse nuk të bën dot palestër se paguan, plako një mund dalë në xhiro. Po, si puna ime, ja urdhë, e kupton, e kam mirë tani ja pi një gotë verë me ty, se pas kam mbaruar me vera. Po që edhe e bëjmë se përtojmë, domethënë, edhe normalisht nuk jemi atje ku duhet. A do ishte më mirë që ne të dy të kishim një fizik më të ndërtuar? Besoj se jemi dakord që të dy që do ishte më mirë, apo jo? Po, jo. Edhe problemi që e shikoj edhe unë që në një farpikje të drejtë, po unë prapë e shikoj nga këndi tjetër. Shumica e njerëzve si puna jonë, domethënë, ose jo shumica e njerëzve, tregoheshin mbase pak ofenduese, po disa persona, disa meshkuj, domethënë, që janë pothuajse në njëjtin pozicion si jemi ne ose edhe më ulët, domethënë. Marrin gjithmonë këshillat e fundit që jep ai. I marrin të para, domethënë, dhe të parat i lën për në fund. E kupton, pa bërë atë punën, pa krijuar një lloj stabiliteti, pa pasur asnjë nga ato gjërat që ai ka, i kërkojnë partneres, domethënë, të jetë sklavja e tyre. Kur në të vërtet duhet të jetë ashtu siç e theti tani. Plako ti do kërkosh nga partneri ai sa e ke hapin, e kupton? Ndahet ajo. Në mënyra nëse ti merr siguron 60% të ardhurave dhe ajo siguron 40% për shembull, kjo do të thotë që ajo do sigurojë 60% të gjërave të tjera dhe ti 40%, se kështu funksionojnë gjëja. Ai ato këshilla që i ka vetëm për ata që sigurojnë 99.99%. Kjo, me mendimin tim, është edhe pa pjekorisë, shiko, nuk është problemi se janë vetëm adoleshentë që po i dëgjojnë këto. Kupton? Problemi është se ka edhe persona që janë më të mëdhenj në moshën e ne, që thonë që bravo, ai është burr, kupton se shiko, ajo është ignorancë valla. Ato nuk ka fajin e ndruteci, kupton? Ata i ka si ta them unë ty, klient. E kupton, ata kënaqen me egun e tyre me atë ignorancë që kanë që bjeri në dru, e kupton, po nuk të bëri byrekun e të tjera. Ato janë budalliqe të tjera. Po se ashtu i bie, kupton, në një lloj hilariteti, domethënë, është një lloj ignorance që gjen një njerëz të tillë, që mua më vjen shumë keq se unë nuk e kam kapur vonë, se unë e kam ndjekur kur ka qenë fighter goxhai. Edhe më vonë, nga që nuk po shikoja më ndeshje, u shkoputa edhe nga ajo botë, unë jam futur shumë vonë, edhe kohët e fundit unë kam parë të gjitha podcastet, pothuajse shumica e podcasteve serioze, jo kur është podcaste me 16 vjeçar, ato janë budalliqe. Po kur është me persona, siç ishte edhe intervista me Piers Morgan, domethënë me atë gazetarin londinez. Plako, unë që ai është robi më i keq kuptuar dhe vërtet unë mendoj që ka një agjend për të denigruar njeriu, mashkullin dhe në përgjithësi personat që të mendojnë në larg pamësi. Siç e thua ti në për vitet, domethënë, pse Allah të ikë unë tani të punoj ku di gjon 8 me 4 për 200.000 lekë kur unë mund të
e di që do e kem shumë të vështirë, e di që do ha mut për një kohë shumë të gjatë, po e di që do jem më i kënaqur me veten time dhe mbase, në qoftë se unë vërtet i jap ai shumë punë këtij hobit dhe kësaj dëshire dhe kësaj ëndre dhe këtij qëllimi që un kam, mbase në një të ardhme këto do ja vlej. 99% e gjërave që ai flet është kjo gjëja. E kupton? Okej, jo. Atëherë, në lidhje me pjesën e femrave, se më kujtoa dhe kjo, domethënë e raportit që ka Andrew Tate me vajzat në përgjithësi. Okej, po e përmend shumë shkurt dhe nuk po i futem kësaj, por që dhe ajo pjesa që thotë që jo mashkulli do të tradhtoj se s'bën që është ajo kjo është pak, domethënë është temë më e gjatë për të diskutuar. Ajo s'ka lidhje fare me atë. Fakti që ai e thotë që një mashkull duhet të tradhtoj, po femra mua nuk duhet më tradhtoj, kupton, kjo është pak. Domethënë është flamur shumë i kuq për sa i përket lidhjeve. Pra një person si puna e atij te pjesa e lidhjes nuk është. Pra ai është në një pozitë mashkulli shumë të veçantë, i cili është goxha i pasur, dhe këta persona që janë goxha të pasur, këta e kanë të vështirë të krijojnë domethënë lidhje njerëzore me partneret edhe për veten e tyre. E jo me ta shikojnë ata nga perspektiva e një njeriu mesatar dhe të përpiqen të japin atyre këshilla. Po nëse po e lëm këtë pjesën, po kaloj tek ajo pjesa që theti që Andrew Tate jep këshilla, domethënë të cilat janë disa këshilla të vlefshme. Atëherë, nëse kjo është domethënë teza që parashtron ti, jam dakord këtu që Andrew Tate një pjesë të këshillave mund ta ketë të vlefshme, por kur merret një individ dhe unë e gjykoj, unë shikoj a janë ato që ai thot më të mirat, janë më shumë se sa ato më të këqijat, apo janë ato më të këqijat të cilat peshojnë më shumë se sa ato të mirat. Pra, i vendos në një balancë dhe aty unë vendos që ta besoj këtë njeri, ta dëgjoj këtë njeri, apo mos ta dëgjoj. Atëherë, po të marr një shembull pak kështu dhe për audiencën, po nëse ai tipi i Gjermanisë me mustaqe, pas gjitha atyre maskaralleqeve që beri, që vrau ata 6 milion veta, del në një fjalim dhe thot, unë e dua shumë natyrën, natyra është, ne duhet të fillojmë të punojmë tani që mos ta ndosim ambientin, po të kujdesemi për tokën. Kjo është diçka që unë bie dakord me atë, por ato të këqijat që ai ka bërë më përpara, absolutisht nuk kanë lidhje me këtë që bëri dhe janë më të shumta. Pra, pak a shumë, ajo që dua të them është, po, Andrew Tate ka disa pika, disa këshilla që janë të vlefshme dhe mund të ndiqen nga një pjesë e mirë e meshkujve për të përmirësuar veten e tyre, por unë njoh për veten time figura që janë shumë herë më të zgjuara, që kanë kontribuar më shumë për meshkujt edhe për femrat, të cilat duhet i ndjekësh. Për shembull, po të marr rastin e Jordan Peterson, që është një person i cili me librat e tij, me leksionet që ka dhënë, sepse për mua, domethënë, e din shumë mirë që Jordan Peterson mua dhe vetë personalisht më ka ndihmuar, domethënë, dhe unë kjo është e njohur nga të gjithë ndjekësit e mi. Unë kam idhullin numër 1 Jordan Peterson, po Jordan Peterson për të gjithë kundërshtarët e Andrew Tate është më keq se sa Andrew Tate. Se për të gjithë këto leftis, domethënë Jordan Peterson është shejtani, është demoni që ka ardhur, është nazist e të tjera e të tjera. Është e vërtet kjo. Këtu po, jemi dakord. Pra, por fakti pse ata e sulmojnë kaq shumë Jordan Petersonin është sepse ai është një person i cili sepse ata kanë frikë nga ajo që ai thot. Dhe arsyeja e vetëm se ti mund të kesh frikë nga diçka që thot dikush është sepse ke frikë se mos ajo është e vërteta. Prandaj dhe ke frikë. Aplikohet te kjo për Andrew Tate? Atëherë po, deri diku po. Por unë po i krahasoj këto dy figura, pra Andrew Tate dhe Jordan Petersonin, dhe për mua si individ ja vlen shumë për shembull të diskutojmë për Jordan Petersonin, të marrim ato filozofitë e tij, sesa të flasim për Andrew Tate, sepse Andrew Tate, domethënë, po ta shikosh si figurë është shpërtheu në famë thjesht sepse kishte atë tipin si tip koki, kështu që jo gangsteri, jo këtë pandej, jo me Bugatti, jo me pra. Dan Bilzeriani, po ky është edhe i artikuluar deri diku. E kupton, kjo është Andrew Tate. Artikuluar ai është një mas jashtëzakonisht shumë të madhe. Domethënë unë jam fascinated nga pjesa, domethënë që një person si ai që ka marrë pjesë në aq shumë ndeshje dhe ka bërë sparring për aq shumë kohë, domethënë është i aftë të flasë me atë elokuencë, domethënë se shumica e këtyre
marrin pjesë në UFC, domethënë në martial arts, janë gjithmonë me brain damage, domethënë edhe kanë probleme me të folur. Po gjithsesi, pjesa që vura unë tash. Tek ajo pjesa që mashkulli duhet të tradhtojë, unë mendoj që është një keq kuptim prapë i madh. Ai thotë që unë mund ta tradhtoj, jo meshkujt e tjerë. Ka shumë veta kur thotë që ti nëse ke marrëdhënie normale, ju shut the fuck up, e kupton, edhe duhet të ndjekësh atë lidhjen ashtu siç e ke renduar ti. Paralelizmi ai që heq është që po ta vesh re, thot ai, domethënë meshkujt e shumë të suksesshëm në histori, që kanë qenë feudal, mbretër, drejt shejtan, thet thash, domethënë, e kupton? Gjatë gjithë kohës kanë pasur një mori, siç kanë pasur otomanët harem, apo siç kanë pasur kinezët, perandorët kinezë një sallë me 70 femra, ose Genghis Khan i Mongolisë që 1 nga 8 persona në Azi ka gjenin e ati. E kupton tash? Edhe atë thot ai, që meshkujt e suksesit gjithmonë i kanë opsionet të hapura. A duhet ta bësh ti apo unë? Që nuk e domethënë një lloj pavarësie apo jo. Tani duhet të shtrihesh këmbët sa ke organin, vëllai dashur. Nuk mund të thotë jo, po se e bëri mbreti Eduard në Angli, mund ta bëj dhe unë. Jo, vëllai, ti bëu një mbret, pastaj bëj atë. E kupton, njëra mbas tjetrës. Po, këtë pjesën ja fusin trapit kot, domethënë edhe i ngjisin shkallë të shumë nga 6. Domethënë pa vërë se çfarë duhet të kesh aty në mes, domethënë, edhe ja anashkalojnë të gjithë ato pjesët e tjera. Gjithsesi, te kjo pjesa e absolutizmit pasaj që thua ti, Plaku, që mora atë shembullin e xhaxhit këtu. Shiko, absolutizmi, për shembull, unë jam kundër absolutizmit. Unë si individ, edhe me shumë figura shqiptare që ka ndodhur ca skandale, për shembull, unë ndaj artistin nga arti, e kupton? Kur thoshin për shembull po Fifi bën kështu, jo pa ashtu, për shembull, unë ka ca këngë që i dëgjoj të Fifit, edhe unë do i vazhdoj të dëgjoj. Michael Jacksoni për shembull ka prekur fëmijë, e kupton? Okej, kjo është pak ndryshe kjo, sepse nëse ti okej, po arti dhe artisti këta që po përmend janë artistë të cilët kanë bërë muzikë. E kupton, Andrew Tate është i famshëm vetëm për ato që po nxjerr nga goja, e kupton? Po. Unë thjesht do të shtroja paralelizmin për absolutizmin, domethënë, e vendimarrjes, e kupton? Këtu doja të dilja, domethënë, se siç e bëjmë për artin dhe artistin që e ndajmë, domethënë, duhet të ndajmë edhe këtë pjesën. Ore vlla. Po Andrew Tate është filozof, më kupton? Po në rregull, po ja, do ta them kështu. Ti ke babin tënd, unë kam babin tim. Ka gabime ata? Ka, jemi ka, domethënë, shumë gjëra. Tani nuk është detyra ti që edhe të më thoj mua që të më tregoj mua dhe gabimet e veta, e kupton? Unë duhet të gjej vetë edhe gabimet e atij. Edhe Andrew Tate tash nuk më thoj që unë kam gabim këtë gjë që bëra. Kur ai se nuk e kupton dot, edhe nëse do ketë gabime, që unë vërtet është fine line, është shumë e vështirë domethënë ta kuptosh se çfarë ka bërë ai vërtet gabim. Se ai se ka merituar banin, nuk diskutohet fare për mendimin tim, nuk e di çfarë mendimi ke ti. Domethënë pjesën e bllokimit është sulm direkt i ndaj fjalës lirë, po gjithsesi. Okej, ta fillojmë një sekondë nga kjo pjesa. Mendon që Donald Trump e meritonte banin? Jo. Po në momentin që presidenti i një shteti i bën thirrje shtetit që në qoftë se ata nuk fitojnë zgjedhjet, ai nuk njeh asnjë lloj rezultati tjetër përveç fitores dhe arriti domethënë që të mblidheshin ai grupimi dhe vajti u fut brenda tek shtëpia e bardhë atje. Nuk të duket se duhet ketë një lloj brenda tek shtëpia e bardhë, Plako. Më shoh të bëj një pyetje që ta kuptoj edhe unë çik atë pjesën tënde. Çfarë informacioni konsumon ti, Plako, për sa i përket pjesën amerikane? Gjon në një podcast, domethënë? Si për shembull me të famshëm, domethënë Joe Rogan. Dëgjoj, patjetër dëgjoj Joe Rogan, kam dëgjuar shumë, jam goxh shumë informuar, jam shumë në brendësi të politikave amerikane. Mund të flas pa fund. Se po e shënoj këtë pjesën që kam tu, ta vazhdoj pasaj që të vazhdoj me këtë pjesën e Donald Trumpit. Shiko çfarë është problemi ti. E ke parasysh se ai nuk ka thënë asnjë, ai nuk nga ato që ai ka shkruar në atë Twitter, domethënë,
nuk edhe do ta hedhësh në gjykati, edhe gjykata më e emancipuar e gjithë botës nuk i jep dot vendim, sepse ai nuk ka thënë diçka aty, e kupton? Ai nuk tha që do vemi do pushtojmë atje. Edhe ato janë të dokumentuara sot kësaj dite që kanë qenë dhe agent të FBI, domethënë që thoshin hajde do futemi që gjithë ata gogolat budallënt të trashët që ishin atje, siç bën me PD-n aty në Shqipëri domethënë. E kupton, ai ç'duan ata, edhe ata përshër kanë vajtur atje si budallënj dhe veten futen, manipulohen masat që kanë ndodhur shumë në historinë amerikane. Po kjo nuk ka lidhje fare me to. Edhe nëse e ka bërë ato histori. Shiko ç'a ndodh. Një institucion si Twitteri, Facebooku, Instagrami nuk mund të më japi mua kompas moral duke bllokuar Andrew Tate apo Donald Trump në të njëjtën kohë ku janë talibanët në Twitter, edhe në të gjitha këto janë është Ayatollahu i Iranit, domethënë janë të gjithë këta rob që kanë vrarë njerëz, domethënë me urdhër direkt që e din të gjithë, domethënë që i kanë sot e kësaj femrave, sot edhe kësaj dite i kanë femrat klasë 2 shoqërie, që më e shtrenjtë është të kesh 2 lop sesa të kesh një femër. Tashi zotri ti ku e heq vjen? E kupton se ti ke këta ignorancë që i dëmtojnë shoqërinë edhe çdo lloj shoqërie, të tyren edhe të tjerëve. Po ti e heq të tjerët sepse ai nuk pranon të rezultatet e zgjedhjeve. E kupton? Unë jam i mendimit domethënë që çfarë lloj gjë që thotë ai në momentin që ai thotë ikni vritini ata, normalisht nuk diskutohet, ai jo vetëm atë, do ndjeku penalisht. Po unë si individ, sa ti jem gjallë do mbroj të drejtën e Henry të dali të thojë që Bleoni është legend, Bleoni nuk bën një lek, sepse është drejta jote për të folur. Unë nëse jam i saktë do them, okay, ai ka të mendim, unë kush do të dëgjoj, ju lutem, ja. Do ja shpjegoj që pse Henry nuk ka të drejtë. Po ama unë ta mbroj sa të kemi jetën të drejtën tënde të thuash ti se çfarë ti mendon, edhe nëse dikush nga ne është gabim do ta tregoj koha vëlla. Do të tregoj koha se gënjestra nuk zgjat shumë. Kjo është e gjithë. Jo, okay. Kjo është e saktë kjo pjesa, po gjithmonë duhet të filloj diku, domethënë masa që duhet të merret kundrejt një personi që po thot diçka, sepse unë për veten time normale jam fans deri në fund i fjalës së lirë. Por gjithmonë ka një lloj domethënë ka disa gjëra të cilat nuk duhet t'i thuash, domethënë të cilat nuk mund të thuhen. Për shembull, siç janë nxitjet për luftë, nxitjet për terrorizëm, e të tjerë, domethënë gjëra antisemitike. Këto domethënë ne na i ka mësuar historia që duhen ndaluar. Është edhe rasti atij djalit në Gjermani, i xhaxhit gjerman atij, që edhe emrin nuk ja thua dot sepse është dhe prandaj domethënë këto platformat që janë të mëdha si Twitteri, YouTubei, Facebooku, kanë presion nga media të ndryshme, nga autoritetet të ndryshme dhe nga shtete që disa ti censurojnë. Tani, është një anë gjithmonë, këto po të them. Jo gjithmonë. Ka pasur edhe, për shembull, kemi rastin e Kanye Westit, po e heqin pak nga politika këtë. Kanye Westi ka qenë një person i cili është me probleme mendore, është domethënë i diagnostikuar klinikisht, edhe futej në për rrjete sociale, atëherë thoshte skllavërimi ishte zgjedhje, jo këtej po andi, filloi po bënte edhe komente kundër çifutëve tani. Pra ka një vi e cila këta persona domethënë është pak gri ajo vija, nuk është vi, domethënë është tip kuadratik, kështu që është fushë plak. Çdo gjë aty e bëhet, ajo është ajo fusha gri dhe aty i fusin gjithë ata. E di çfarë me Kanye Westin e plako, sepse nëse ti edhe unë, kështu me këtë fytyrë që kemi ne të dy për shembull, nëse njëjtin Twitter do kishim bërë ne do ishim të bllokuar edhe mundësisht ndjekje penale. Për vetëm fakt se dukemi si dukemi. E kupton? Sepse nëse ati ja jape një benefit of the doubt, se nuk e di me këto me ta mendore, plus që është dhe black edhe nuk ka shumë lidhje me atë. Po një kështu i barë si puna jote të bëja të Twitter. Merr valizë etik me në ku dëgjoj në Karkanjos la i mbill domate. Nuk bëhesh ton. Prandaj po them që është një. Me kupton se janë budalliqe të tilla këto. Gjithmonë ka një zgjidhje, gjithmonë duhet ta kundërshtosh me një argument më të mirë, jo ta censurosh, se kur i censuron ta i bën martirë, kjo është problemi, sepse nëse ai vërtet e ka gabim, marrë një X-ne.
Unë them një gjë diçka që është inflamatore për shembull. E kupton? Poshtë Kuçovës. Vrisni Kuçovarët për shembull. E kupton? Kur mua po të më bëjmë ban tash, domethënë, do jetë një lloj klase fundore llumi që do thonë ja, i tha diçka, ata i bën ban, o bo, shiko ka pasur të drejtë, ja na kanë marrë shpirtin, e kupton? Që nuk duhet bërë asnjëherë ajo. Ata duhen lënë, ata tipa që janë inflamator duhen lënë, duhet pastaj të jetojnë me pasojat e shoqërisë, si tregosh me gisht, urdhë. Ky filani e tha atë ashtu, dhe ky e ka gabim për këtë pjesë dhe është person shumë negativ dhe për këtë arsye ju nuk duhet të identifikoheni me fjalët që ai thotë dhe me identifika. Të kuptoj, ke të drejtë. Gerti dhe Gea, shumë faleminderit për giftet. Tani, ajo që do them unë këtu është kjo. Twitteri, Facebook, YouTube, të gjitha këto janë korporata të cilat në krye kanë një CEO. Këto si fillim u krijuan si rrjete sociale dhe nuk është se e dinin që shtrirja e këtyre do ishte kaq e gjerë në të gjithë botën. Dhe këtu tani ky është një debat i cili kërkon shumë kohë më vonë. Po jap argumentin për këtë që nisa të thoja. Koka pra CEO-ja dhe ky grupi i drejtorëve të kësaj korporatës, normali që dhe këta janë njerëz. Dhe në momentin që këtyre ju vjen dikush në platformë që shkakton kaq shumë polemika, që është kaq shumë i polarizuar, dhe këta janë në një pozicion pak të vështirë sepse nuk dinë çfarë të bëjnë. Ta bllokojnë këtë apo mos ta bllokojnë? Pra, dhe këta janë në mes të një zgjedhje shumë të vështirë. Dhe këta nuk është se janë shumë të specializuar që të marrin vendime të drejta, më kupton? Sepse me thënë të drejtën nuk është se ti mund ta ndash këtë në një mënyrë të drejta presëshmetik. Edhe nëse merr gjyqtar të profesionistë, të cilët do japin një vendim duke u bazuar në raste paraprake se drejtësia kështu bëhet. Ndodh një rast i madh, domethënë një krime lufte, në bazë të atyre krimeve lufte gjykojnë edhe të tjerat. Kur janë për herë të parë, aty pastaj mblidhen ata që kanë më shumë eksperiencë dhe përpiqen të japin vendimin më të drejtë. Dhe në këtë rast është pak e vështirë që ti të japësh një vendim dhe të thuash ata bën mirë që e banuan Donald Trumpin ose bën gabim. Po ajo që ne mund të bëjmë dakord është që një president i një nga i shtetit më të madh në botë, i cili është në prag humbjes zgjedhjesh, nuk duhet të japi një shembull të tillë të një inatçori që nëse ai nuk po fiton dot, jo zgjedhjet janë të vjedhura, jo ne nuk e njohim këtë. Pra, kjo është problematik sepse presidenti ajo nuk diskutohet fare që ai nuk do të japi shembullin inatçorit. Po siç nuk diskutohet kjo, në mendimin tim gjithmonë nuk duhet të diskutohet as fakti që është gabim ti të bësh ban presidentin e Amerikës edhe sidomos pa e lënë detyrën, e kupton? Sepse shiko ç'a ndodh me ta personat, se e kanë vërë domethënë edhe me shumë persona në përditshmëri kur hapen këto debate, janë të gjithë e kanë shumë qejf ta përdorin të pjesën që përdorin ti edhe ata njerëz janë. Shiko, ata janë njerëz. Pa ato nuk janë as Bleoni as Henry, e kupton? Ata janë njerëz që kanë marrë atë lloj përgjegjësie dhe për atë lloj përgjegjësie që ata kanë marrin lek pafund, e kupton? Kanë të ardhura domethënë kolosale. Edhe në raste të tilla neve na duhen ata individ të japin një produkt të qartë edhe të pastër edhe të barabartë për të gjithë, mëse kjo është problemi, o Henry, se u bë ban Andrew Tate se allegedly kishte me femrat. Po me gjithë ato feminista që thonë që we should kill all men për shembull, si janë ban ato sot e kësaj dite? Po nuk janë aq të rëndësishme ato sa të më kupton. Po pse janë aq të rëndësishme? Se ata kanë qenë me miliona për shembull, me miliona. Në momentin të kuptoj, në momentin që një femër e tillë domethënë do arrijë që të ketë aq shumë influencë, normali që do t'i bëhet ban edhe asaj, po që të ketë atë lloj retorike urryese. Për shembull, është një se çfarë ban edhe me një views duhet i bëhet ban sepse ajo e ka call for violence, ajo është në kod plako. Ajo edhe ligji nuk ta lejon ty, jo më rules të social media, kupton? Kur ti del në podium, po dali Lulzim Basha të thonë për shembull vrisin Edi Ramën, është e vërtetë, po. Pikërisht, pra. Prandaj po them që është gjithmonë e një anshme. Por, okay.
nuk e di domethënë këtyre videove mund t'i bëhet reporte dhe ju bëhet vazhdimisht, nuk është se janë domethënë marrin kaq shumë klikime, po marrin edhe sepse i gjykojnë dhe i kundërshtojnë dhe ka debat. Prandaj mund të ketë dalë ndonjëra që ka thënë, ku ta di unë, vristi meshkujt edhe të gjithë të tjerë domethënë që e kritikojnë. Prandaj edhe ekziston deri diku. Po që por tek ajo pjesa që theti që këta personat po marrin lekë dhe duhet ta zgjitin atë, po, e vërtetë është që personat e Twitterit e kësaj duhet të jenë më të drejtë në mënyrën se si i gjykojnë accountet dhe këto që i bëjnë ban. Por nga ana tjetër unë mendoj që sado lekë të marrin ata dhe sado lekë të japin ata tek personat të jashtëm për të zgjidhur këtë problem, nuk ka persona që të kenë ekspertizën e duhur që të marrin një vendim të drejtë, më kupton, sepse janë teritorie shumë të pacaktuara dhe ajo që shteti amerikan që e ka këtë të drejtën e fjalës e ka dhe shtetet e tjera e kanë perëndimore, po Amerika e ka në amendament atje, ata e kanë që shteti shteti nuk mundet të komplotoj, pra nuk mundet që shteti të komplotoj që të censuroj njerëz. Pra, ti mund të flasësh dhe shteti s'mund të bëjë asgjë për të ndaluar ty. Po një kompani private pastaj edhe mundet të ndalojë, është ideja. Sepse kompania private ka interesat e saj. Në fund të ditës ajo është biznes. Tani këtu fillon, sepse edhe këtu nuk është aq e thjeshtë se ka edhe një degëzim tjetër debati këtu. Tani vim në momentin që këto kompanitë private kanë aq shumë fuqi saqë po kontrollojnë fjalën, pra lirinë e fjalës së një pjese të madhe të botës. Dhe është edhe rasti i Facebookut këtu, që para ca kohësh u akuzua se kishte ndikim direkt në zgjedhjet e një shteti, sepse po përdori domethënë nga ca parti, ca organizata të ndryshme që të bënin shplarje truri masive në Facebook. Dhe këtu tani domethënë janë ato zonat gri, që këto kompanit a duhen trajtuar si thjesht biznese private, këto rrjete sociale, apo mos ndoshta duhet të fillojnë të aplikojnë dhe këtu rregullat të drejtës dhe lirisë së fjalës. Edhe ky domethënë është një debat që aktualisht në botë nuk është se është i mbyllur, pra është i hapur edhe ka vend për diskutim, kështu që. Po të kuptimi është algoritmi që indikon dhe përcakton nëse një person është më i dobishëm që të jetë që të bëhet ban apo jo. Jo, për atë pjesën e Facebookut i ke të drejtë, po ajo Facebooku nuk është akuzuar për një, kupton, po thjesht këto se të tjera bashkë me Shqipëria nuk janë Amerikë. Po shumë, po që një po të gjithë pranvera arabe me Egjiptin edhe Libinë edhe këto të tjerat është bërë me Facebookut. Edhe tani, ajo që do të them unë, është tani ku e heqin vjen, është kompani private, është kompani shtetërore apo është diçka në mes, duhet rregulluar, sepse edhe këto që prodhojnë cigare dhe kompani private janë, ama i ketë rregulluara kompleti se të dëmtojnë shëndetin. Po edhe social media dëmtojnë shëndetin psikologjik në mas, japin imazhe që nuk janë të përshtatshme, japin kritere që janë të papërmbushme, janë arena e politikës sot në të gjitha vendet e botës. Tani, në një vend ku zhvillohet çdo lloj debati politik, duhet të jetë rregulluar, dhe unë kur them rregulluar nuk e them asnjëherë nga ana e majt që duhet të censurohen apo duhet të vendosin vija, përkundrazi. Unë them kur duhet rregulluar, duhet thënë që ju dhe nuk keni të drejtë të bëni asnjë lloj bani, nëse nuk bie në kundërshtrim të drejtë për drejtë me kushtetutën e një vendi, që do të thotë në këtë rast të Amerikës, nëse ligji i Amerikës nuk e kategorizon atë hate speech apo microaggressions, çfarë budalliqi është futur tash. Në qoftë se nuk e kategorizon atë në të lloj mënyre, ti zotëri i dashur nuk ke të drejtë të i bllokosh fjalën. Sepse, shiko, Edri, unë kam vënë një gjë. Domethënë, pasi unë kam dhe një lloj audiencë tjetër nga çka ke ti, domethënë edhe pse është pak më e vogël. Ka shumë persona për shembull që më shkruajnë pafund, domethënë që me akante fallse edhe kanë frikë, domethënë për ca gjëra që ne të dy për shembull tani ose herë tjetër kemi diskutuar. Edhe për ca gjëra që ty do thoshe për shembull, ore po çfarë po thohet ti vëlla, pse ç'a ka robi për të pasur merak këtu? S'ka asnjë lloj gjë për të pasur merak, edhe thjesht robi janë të ndrytur nga kjo ana, burse ca e kemi edhe mentalitetin në Shqipërinë që nuk të le të shprehësh fjalën se thonë që buri dhe aty ka ty bëj në punë, ç'a më merr podcaste.
Plus që vjen dhe këto tash që nuk mund të thuash asnjë gjë, nuk mund të kundërshtosh asnjë lloj agjende të majt. Edhe unë kam pasur një debat që kanë bërë të shkolla për shembull ato young budalliqe që janë ato forume, kështu domethënë kam thënë që ore, është një qeveri që është djathtë për shembull, që mund të jetë pak raciste, është shumë e kontrollueshme. Kupton se del Henry, del Bleoni që janë të huaj për shembull në Gjermani dhe i thon o zotëri, shikoj se unë po paguaj taksa, kupton, kjo gjë ti po diskriminon në mënyrë të drejtë për drejtë dhe për këtë arsye ti e ke gabim. Kurse një politik të majt ti nuk e kundërshton dot plako, se politika e majt thot në emër të barazisë ne do bëjmë të, në emër të barazisë ne do bllokojmë çdo nga krau tjetër, në emër të barazisë ne ku dëgjon, në emër të ambientit do ngrejmë taksa, në emër të kësaj do bëjmë të, edhe çdo lloj gjëje që këta bëjnë e bëjnë në emër të diçkaje të mirë. Edhe kjo ishte ai paralelizmi në Shqipëri me Saliun edhe Ramën, domethënë. Se Saliu nga që ishte i djathtë për shembull normalisht kishte pak më shumë hapësirë. E kupton, pavarësisht se ai ka pasur ato të tjera, kishte një çik hapësirë deri diku domethënë. Sepse ai i thoshte disa gjëra kur e kishte gabim i çoheshin ta gjithë të tjerë dhe ja nxinin, ishte shumë e thjeshtë gjë e gabimet të Saliut. Kurse Rama tash i plako, që është i majt, po ta vësh re, i bën të gjitha sikur është duke bërë diçka të mirë, sikur po e bën për më të mirën, e kupton? Edhe për këtë arsye ne duhet të marrim disa masa si budalliqe Laila Vatrishi me 30 gradë apo idiotëzira të tjera. Edhe ta gjithmonë e parafrazojnë në fillim, domethënë që ne po e bëjmë për të mirën dhe për bashkët, domethënë. Edhe kjo është dallimi thelbësor që kanë të djathtët nga të majtët, domethënë, dhe po ideja është statistikisht shumica e bllokimeve janë ose qendror ose të djathtë. Edhe kjo për mendimin tim është e frikshme plako, sepse unë jam shumë qendror. Veten time domethënë, unë jam i gatshëm të debatoj çdo kënd për çfarë lloj teme politike në çdo lloj momenti dhe jam i gati që të hidhem all in që t'i mbush mendjen njeriu që qendra është e vetmja zgjidhje dhe mendimi i pavarur është e vetmja zgjidhje. Po që nuk e lejon njeri. Dakord, atëre, diçka te kjo pjesa e banimeve, edhe është një kështu komentues turk, Hasan Abi e ka ai, është amerikan, domethënë ka qenë me The Young Turks, me një janë të majt, domethënë. Edhe ky ka thënë diçka në lidhje me 9/11-in, me rënien e kullave në Amerikë dhe ka marrë, domethënë ka thënë diçka të keqe, pra tha që zërë se Amerika e meritoi atë që i ndodhi, dhe edhe ky ka marrë domethënë goxha urrejtje dhe goxha kritika. Po për ta banuar nuk e kanë banuar sepse këtë ka thënë para se të bënte tani. Pra, edhe kritika në botën amerikane ekziston nga të dyja palët. Janë pak më agresiv të majtët për sa i përket këtyre kritikave, okay, jam dakord. Po tani do ta diskutojmë të majtët kundër të djathtëve në rafshin amerikan botëror apo do të futemi më shumë në Shqipëri? Më kupton sepse janë pak më ndryshe. Po flasim jo as në botë as në Shqipëri, po flasim në thelbin politik që është diku në mes, domethënë. E kupton, po flasim për ideologjinë. Po kjo, të kuptoj. Bën një pyetje një nga ato që po më ndjek mua në ata 3 veta që kam këtu, thotë pyeti pak në qoftë se do mos vallë për të mirën kolektive të ndrydhësh në lirinë tënde të shprehurit. Edhe unë do ta bëj pyetjen pak më të thjeshtë për ty, domethënë. Shiko, një organizatë siç është Acromaxi për shembull aty që të ka bërë ty ato që të ka bërë përpara apo Jeta o Shef për shembull që të kanë mbyllur ato, është në mënyrë paralele me një nga ato organizatat e tjera për dy qëllime të ndryshme, që përdorin të njëjtat mënyra. Për një arsye që ata e justifikojnë sikur po ti po i merr informacionin që ata nuk e lejohet në fakt në një shtet normal, sepse është informacion që jepet në media dhe ti je i lirë që ta marrësh, ta përpunosh, ta analizosh ç'është do të qefi ty. Në këtë lloj mënyre dhe ato organizatat e tjera thonë, domethënë që nuk lejojmë ne këtë, domethënë sepse këto janë tona dhe ata po i ndryshojnë faktet edhe të gjitha. E kupton? Kështu që nuk të ndihmon kur është Acromaxi, domethënë, dhe po e njëjta gjë si Acromaxi janë ato të tjera që bëjnë bane andej. Okej, nuk është se është paralelizëm shumë i saktë i Acromaxit, po unë po të marr një rast tjetër duke u përpjekur të kuptoj atë që do parashtronte kjo ndjeksja jote dhe po marrë rastin e Alex Jonesit, që është një
komentues politik i cili ka thënë që ato viktimat e një e vrasjes që ndodhi e një Më fal një sekond, Ivo, haj, komunizëm demokratik nuk ekziston, plako. Komunizëm dhe demokratik nuk mund të ekzistojnë të dy në të njëjtën fjalë. Po. Pra, ky Alex Jonesi tha që këto viktimat të vërtet ishin faktike, nuk janë të vërteta, dhe ju thoshte prindërve të atyre që mos bëni kot se fëmijët tuaj nuk kanë vdekur. Njëri nga këta prindri, domethënë, vrau veten, arriti të briste veten se kishte njerëz që besonin te Alex Jonesi dhe i thoshin në rrugë atyre orë ty nuk të vdiq fëmia. Alex Jonesi tani u dënua, nuk e di, 900 e ca milion dollar, diçka e tillë. Dhe unë mendoj që ai duhet të merrte burg, domethënë, për këtë që bëri. Dhe normale, kjo është që nga ato rastet e lirisë së fjalës, që për mua normale ky si person duhet censuruar, sepse kur fakti është fakt, ata personat janë në varr, të dalë dikush të thojë që këta nuk kanë vdekur, plako për mua këtu po i kalon çdo kufi të lirisë, këtu ti po e keq përdor lirinë e fjalës. Po, është rast shumë i bukur. Po shikoj çfarë ndodh. Ky person duhet të dënohet. Dhe u dënua. Ai u dënua, domethënë, po shife çfarë ndodh me këtë shoqërinë tonë që është komplet kontraproduktive me atë që pretendojmë ne se jemi nga vitet që kanë kaluar më përpara. Kur Alex Jones, domethënë, vajti në të tjerë edhe kërkoi falje publike për shkakun, u dënua. I bëri kërkesë çdo lloj individi të kërkonte të falje publike dhe asnjë njeri nuk e pranoi. Si të duket kjo? Okej, tek pjesa, te mënyra se si mund të ishte zgjidhur kjo, nuk dua të them, mund të kishte mënyra shumë të mira për të zgjidhur. Por ai si individ, domethënë, duhet të merrte domethënë një lloj dënimi, nuk është se ka menduar mirë se çfarë dënimi mund të jetë më i përshtatshëm për atë person, por dënimi duhet. Dhe në këto raste normale që liria e fjalës duhet ka dhe pasoja domethënë të tjera. Kështu që këtu mund të jem dakord me ty, mund të kishte mënyra më të mira se si mund të zgjidhej. Jo, po jemi komplet dakord me to për shembull, sepse për shembull ai edhe këtë po them, pra prandaj duhet lënë ai që i thoshte se nëse ai është underground me ato për shembull, edhe mund të krijojë një grup paralimitare dhe t'i vrasë vetë ato prindrit, kurse tani ai që e çoi atë familje deri në atë pjesë e ka çuar tash. E di çfarë ndodh? Tani ai u përball me ligjin, plako. Tani ai u dënua, tani ai po jeton me pasojat. Nëse ai nuk do të kishte atë platformë, ne nuk do e kishim kuptuar asnjëherë dëmin që ai shkaktonte. Një, edhe e dyta, unë mendoj që në rastin atij unë kam parë videot që ka hedhur ai, shumë më vonë pasi i ka hedhur, se nuk e di se çfarë më ka interesuar më shumë. Në asnjë televizion amerikan nuk e ka pranuar sidoqoftë asnjë minutë, domethënë, që ai të shprehte një falje publike dhe të tregonte sa humiliated ishte, sa i turpëruar ishte, domethënë, për veprimet që kishte bërë. Edhe ja kanë dhënë platforma podcaste të vogla etj, më the tash, e kupton? Po ka dhe një gjë tjetër që vjen te absolutizmi prapë. Kupton se absolutizmi neve na ka shkërdhyer njerëz si shqiptar, se shqiptarët sa ra komunizmi, hajtë se komunizmi është i keq, gjitha jemi të prishur me fabrika, çaj ishin fabrika qumçi, i morën, i shitën, i bën hotele, edhe merr për skrape edhe u gjitha. Edhe absolutizmi qëndron që shiko, ky budallaj që konsiderohet nga shumë veta budalla Alex Jones ka nxjerr, domethënë, ka qenë whistleblower për shumë gjëra, domethënë. Po, e vërtetë është. Edhe Watergate, edhe këtë tani që po del që ata kanë përgjuar atë të Trumpit, që është e dënueshme në çdo vend demokratik të botës, është e dënueshme të përgjosh atë kampanjën elektorale të tjetrit, domethënë, ai e kishte thënë që atëre, eksperimentet biologjike që ata bënin me bretkosa, ai e kishte thënë përpara 5 vitesh. Përpara se të dilnin ato aferat për ato mbledhjet okulte që bëheshin në përpyet Amerikës, ai kishte thënë përpara 7 vitesh. Po njerëzit, këta persona si ai quajnë si quhen ata? Teori konspirative apo konspirues. Konspiracionist. E kupton? Edhe unë prandaj po them, unë si Alex Jones, unë nuk lidhem me robin, vllai, unë lidhem me produktin. Unë shikoj, më vjen gjithë kjo informacion nga Alex Jonesi, unë shikoj, do të analizoj vetë. Pse? Se unë jam person i pavarur. Unë do them, okay.
Këtë kjo gjëja bën sens për mua tash? Okej, unë do e shikoj. Nëse s'bën sens për mua, do e lë të iki. E kupton? Nëse Alex Jones bëri gabime atë, po unë po e përdorja për argument për diçka tjetër. Unë akoma do ta vazhdoj ta përdor argument diçka tjetër, sepse ai për shembull, dhe jo ata të Twitterit është një njeri në atë kuptim. Ai është një njeri vetëm për shembull, edhe me atë psiqik që ka ai, mamën se ti ke parti sa në podcast, domethënë që ai është tjetër nivel njeriu, domethënë është shumë i vështirë për të mbledhur domethënë edhe për të bërë koncis. Normalisht që ka gabime. Unë nuk jam i martuar me Alex Jones që do e mbroj deri në vdekje. E kupton? Unë dua, ai është thjesht një vegël për mua. E kupton? Si individ i pavarur. Unë do e përdor ato që ai nxjerr vetëm atëre kur preket interesi im personal, i shoqërisë time, familjes time, shtetit tim apo etj. Edhe unë për këtë jam më shumë, domethënë, ne kemi një që nuk lejohet me njeriu të bëj gabim plak. E kupton? Ky është një çik shembull i vështirë i Alex Jonesi, domethënë, sepse edhe ajo që ndodhi ishte shumë e fortë, domethënë, edhe ishte shumë gjë e keqe për atë Sandy Hook, domethënë, atë pjesën e Denier, po ka dhe raste të tjera, për shembull, janë ata dy vëllezërit që njëri është biolog, tjetri është siç është ai sociolog buri, dy çifut janë ata në Amerikë. Si e kanë ata? Dark Horse, një moment plako. Sa se dua ta citoj në rregull. Endri nga mua thot Jonesi theu një ligj, prandaj dënua, nuk ishte duke folur brenda lirisë së fjalës. Pra, pak a shumë ky është debati që po bëjmë, deri ku janë ato limitet dhe kufit e lirisë dhe drejtës së fjalës, dhe a duhet domethënë të suportohet një person apo jo, dhe këtu pastaj është debati domethënë që po bënim dhe më përpara, në rastin e një këngëtari, një artisti që bën muzikë, okay, mendoj se këngët e tij duhet të dëgjohen. Pra, e të i kalojnë atë pjesën e jetës së tij private. Po një person i cili është deri diku nga këta motivational speaker ose këta coachët që janë, pra pak a shumë filozofët e sotëm, mendoj që këta janë ngushtësisht shumë të lidhur jeta e tyre private me atë që thonë, sepse këta për mua nuk është se konsiderohen shumë si artist. Këta deri diku konsiderohen si mësues. Dhe një mësues i cili në jetën e tij private është plotësisht negativ ose ka aspekte të cilat nuk i zbaton vetëm në ato që thot, është problematik si individ dhe duhet vënë në dyshim një gjithë. Normalisht. Tani shembull që do të jep unë ty janë vëllezërit Brett Weinstein dhe Eric Weinstein. Brett Weinstein ka qenë ky i pari që është marrë me këto pjesën jo LGBT vërja emrin çfarë duan si nga mbrapa, përpara 7 vitesh në Evergreen, në një nga ato universitete që kanë ato, se nuk jam shumë i ditur me pjesën e lokacioneve se ku janë fiks. Edhe ai është bërban atëre, domethënë, se ai e kuptoi që atëherë, domethënë që kështu do vej puna, siç ka vajtur sot, domethënë që do fillojnë do ndryshojmë të gjithë AU të gjitha tjerat. Iku vllai vet në pjesën gjatë zgjedhjeve të Trump edhe Biden kishte krijuar një platformë në shumë nga ato rrjete sociale si Twitter dhe Facebook, ku edhe që quhej diçka, një parafrazim idiot që mund ta bëjmë për momentin se s'm kujtohet emri, e mesmja e artë apo e mesmja e përbashkët, ku mblidhe votues qendror që t'i fokusonte më shumë në të përbashkëtat që ata kanë dhe të dilnin nga kjo lufta jo republikanë dhe demokratë, domethënë. Edhe kjo platforma bashkë me Eric Weinstein u bën ban. E kupton? Edhe kjo për shembull është fundi, se unë këtë dua të ruaj, e kupton? Kur del njëri që thonë që shiko, ne duhet të jemi bashkë, domethënë, ne duhet të fokusohemi çka kemi gjëra të mira dhe kur kemi stabilizuar ato çka kemi të përbashkëta dhe çka kemi të mira, atëherë ne mund të shikojmë se çfarë mund të ndërtojmë për të ardhmen, edhe mos të zihemi ne për politikanët, por lëreni politikanët të bëjnë për fushatën e tyre, ai po blok. Ju e hoqën nga çdo lloj gjëje, domethënë, edhe tani nuk është. Edhe kjo është problematika plako. Prandaj nuk duhet të për mendimin tim nuk duhet të censurohet asnjë njeri që në bazë të ligjit nuk thyen ligje. E kupton? Kjo është. Nuk për këtë rastin që po më merr tani domethënë nuk është se kam më fal që të jap dorë raste kështu që si ke shumë dini domethënë, por që këtë nuk është se kam shumë.
por që do janë thjesht të provueshme, domethënë, mund të shikosh në një ditë për qefin tënd. E kuptoj. Por te pjesa unë domethënë këtu kam qenë, si thon, mbrojtës i kësaj teze, po bëj shumë vite, domethënë, po bëj gati 7, më shumë se 7 vite që ne domethënë, po jo vetëm në Shqipëri, po kudo. Politikanët dhe shteti duhet të përdoren nga ne që ata të na sjellin sa më shumë benefite. Kur ne shikojmë që një qeveri e caktuar ka benefite për veten e saj, do të punoj për veten e saj dhe jo për ne, atëherë ajo duhet ndëruar. Kjo është ajo që unë dua. Ne duhet të bashkohemi që të bashkojmë votën, që të rrëzojmë qeverinë, që të rrëzojmë sistemet. Kjo është ideja. Ne lejojmë sistemin që të na përçajë. Dhe këtë po e diskutoja në live, e kam diskutoj edhe nëpër video shpesh, që ne fatkeqësisht nuk jemi në këtë stad në Shqipëri, sepse ne që mendojmë kështu si unë, që jemi ky elektorat i gri që e hedhim votën atje ku na intereson të gjithëve së bashku, ne jemi shumë pak për të bërë diferencën. Albion, shumë faleminderit për kapele. Dhe përderisa jemi kaq pak, jemi 10-20%, ne do presim tani sa të ripërtërien brezat dhe sa të ndryshojnë ose sa të degradoj gjendja keq fare, që të ketë ose revolta ose më kupton se je shumë i saktë te përshkrimi i gjendjes, nuk je shumë i saktë te pjesa e përqindjes. Nuk kemi pak, ne plak, jemi shumë. Po nëse ti e mendon që janë shumë ndryshe në Shqipëri dhe këtej, unë për mendimin tim e ke gabim. Se shumica e këtej që janë aktivistë politike, sidomos nëpër universitetet në përgjitha, e kuptojnë që është njëjta gjë këtu, po thjesht janë platforma të ndryshme këtu, e kupton? Këtu në vend janë Saliu edhe Rama për shembull, këtu nuk janë ashtu. Këtu janë të majtët me ambientin LGBT-ra edhe vari lesh çdo gjë tjetër, taksa në ajër, e kupton, për të mirën e përbashkët, dhe janë të djathtë që thonë, o vllai, na duhet çik rend, na duhet çik ulje e kriminalitetit, ulini çik taksat, jepin në një çik ndihmës familjes, jo vetëm këtyre që duan të ndrojnë gjinin. Edhe në çfarëdo lloj krau të argumentosh ti, për shembull, je i kundërt. Unë e kam pasur rastin në shoqëri, ose jo në shoqëri, në njerëz të njohur, si studentët janë gjithë majt, kur janë student normalisht, ka pasur raste që unë kështu siç jam tash, domethënë në flokta mbrapa, që dukem si turka, po ku dëgjom, si mafioz kur vjet atje dhe më kanë quajtur nazist, valla. E kupton, vetëm se i përmbahem ato asaj qendrës absolute, domethënë që ka njeriu që duhet të mieli të dyja sistemet politike për benefitet e veta, domethënë. Njerëzit nuk e duan atë. Njerëzit janë në skuadër. Edhe këtë marrjet e kanë shumë të fortë. Se unë kam pasur debate me të djathtë që kanë qenë racista për shembull. E kupton, edhe në fund thosh mua, po unë e dinim se kur ishe i zgjuar, po edhe ti që nge kështu snowflakes edhe të tjerë. Edhe kanë thënë, vllai, është kur e bën një shaka që të gjë, por mënyra se si ti shpreh, ti je denigrues, je raciste dhe tjerë e tjerë. E kupton? Po jesh e thjesht ja thuash tyre, nuk është e thjesht ja thuash të majtëve, plak. E kupton se ti i thoj, jo po mua më duket çike tepër ky lobingu për antifamiljes, o po ti nuk do të njerëzit thonë, nuk jep të drejtat e njerëzit. Po nuk e thash më këtë. E kupton? E ndryshojnë çdo gjë. O i thoj, unë nuk jam dakord që ti damkosesh njerëzit me taksat për makinat, o po ti nuk e do ambientin. What the fuck? E kupton, nuk mund të kesh një debat këtu. Është e pamundur. Këtu nuk e di se si është në qytetet e tjera në Gjermani. Mbase është pak më mirë se Berlini është thellë fare majtas, domethënë është keq fare. Po këtu ti si individ e ke të pamundur, të mbesh me asnjë lloj personi në publik. Nëse do, merr bira, ik me një park, me një vend që s'ka të tjerë. Ti jesh në bar plako, thiri mendjes, mendoje 4 herë derisa ta hapësh një temë, se do jetë dikush gjithsesi që edhe mund marrë policinë në fund fare dhe të thotë që ky po përhap hate speech. E kuptoj, dhe që janë ka pak më kështu, po këtu të ne racizmi, këto të tjerat janë hapur, nuk këtu të ne është çik më ekstrem për to gjërat. Edhe këtu, domethënë këtu mund të ketë që flasin, bëjnë ngam shumë, po janë shumë të trash për të kuptuar që sa fuqi kanë me votën dhe për të bërë atë ndryshimin. Këtu thotë duan të flasin, po nuk din çfarë thonë. Po pra, ka shumë persona që thjesht thonë atë, po ja, ata janë maskarejnë për politikanët. Kur e thonë këtë, ju duket sikur kanë thënë diçka.
Po s'kan thënë asgjë. Asgjë. Bile bëjnë situatën më keq për të gjitha të tjerët që kanë diçka për të thënë. Ideja është robi duhet të jetë konstruktiv. Prandaj për mua për shembull është shumë e rëndësishme që ne të dy apo me të tjerët që isha dje edhe para dje, domethënë të krijojnë debate të tilla, valla, se edhe e di pse dua unë që edhe të ketë të drejtën çdo njeri se nesër pas nesër do ndodhi që ne të dy do bëjmë një debat siç po e bëjmë këtë tani, domethënë, edhe ti do vi në një moment të më tregosh mua diçka që unë gjatë gjithë kohës e kam pasur gabim. Por në qoftë se unë do i kisha drejtën që ta shprehja këtë mendimin tim, edhe ti të më korrigjoje nga mbrapa, unë nuk do e kisha ndruar asnjëherë, unë duke i bota fushë lule, unë do të thosha kështu, kap drejtë vllai, e kupton? Po, jo, ke drejt, normale. Liria e fjalës është themeli bazi çdo shteti demokratik. Kjo nuk diskutohet fare. Edhe ne për shembull si shqiptar, juve më shumë që jeni aty, se ne jemi edhe një çik decoupled nga ajo, nga që kemi lëvizur. Po në përgjithësi, për shembull, ne duhet të jemi një çik pishtar për shembull për lirinë e fjalës, edhe sado inflamatore të jetë në disa herë, domethënë, sepse me aq popull të vogël sa jemi ne vetëm na ndihmon kur, e kupton? Me aq pak fuqi sa kemi ne, domethënë vetëm na ndihmon, nuk më amandja se na bën ai dëm të madh. Edhe sa më të transparente jemi, sa më shumë të debatojmë me njëri tjetrin, sa më shumë debate të bëjmë në kafe për shembull. Unë jam çik rob me fat, edhe me shokët, me rrethin tim që kam tu, kur dalim muhabete të tilla bëjmë, apo ku di gjallë. I de biznesi jem, si thash, nuk është se flet njëri për përputhjen. Po që është mirë. Është thjesht mirë që çdo kush domethënë mos të ketë atë frikën. Se në Shqipëri është më keq se mentalitet. Jo, ke drejt, shiko. Në Shqipëri aktualisht nuk është se është domethënë frika më shumë për të folur kundër shtetit ose kundër sistemit. Nuk është, sepse opinionet dhe me mendime me fakte me të gjitha janë të artikuluara kundër këtij shteti që është tani, janë kështu të qëndisura nga të gjithë. Problemi që ndron në faktin se njerëzit kanë humbur shpresën në ndryshim. Njerëzit nuk e besojnë ndryshimin. Dhe kur vjen domethënë si ka mundësi që një shtet kaq i vogël nuk menaxhohet dot, thot Jani. Si nuk menaxhohet dot, domethënë se është pak si e papërcaktuar si pyetëm këtu. Nuk e menaxhojmë dot ne vet, domethënë si dalim ne dot zot shtetit ton. Ka bërë pyetje nga Vim se tjetri thotë super menaxhim ka, varet në çfarë fokusi e ka menaxhimi, që unë jam me një mendim. Ne jemi një shtet shumë i menaxhuar, po thjesht jemi menaxhuar për përfitimet e tyre, jo për vërtetë. E kupton, plako, shteti shqiptar po e menaxhon PS-ja në lule. Është menaxhimi më i mirë që mund të ketë pasur Shqipëria ato 30 vite demokraci, po produkti është tjetër gjë, po them. I vetmi problem i Partisë Socialiste gjatë këtyre 30 viteve ka qenë Sali Berisha. I vetmi person në Shqipëri që ka mundur komunistët. Është i vetmi. Nuk po i futem analizës politike të Sali Berishës, se dorim 6 vjet duke folur për Sali Berishën, po ai është një fakt, ai është i vetmi person që ka mundur komunistët në Shqipëri. I ka mundur disa herë, domethënë. Edhe te kjo pjesa se ka shumë se komunist ka qenë vet, nuk është se shiko, këtë debat e kanë bërë edhe me persona të tjerë shumë dhe ka shumë, domethënë, argumenti kryesor i shumicës së personave që suportojnë këtë tezë është që Sali Berisha ka qenë komunist. Në qoftë se Sali Berisha do kishte qenë komunist, ai komunisti tipik, ai e kishte shumë herë më të lehtë të qëndronte me Partinë Socialiste dhe të bëhej atje kryetari i Partisë Socialiste, sepse aftësitë e Sali Berishës si politikan, si individ, janë shumë herë më të larta se çdo politikan që ka provuar Partia Socialiste. Merre nga fillimi e deri në fund. Çfarë janë? Që nga Pandeli Majko, që nga Ilir Meta, që nga Fatos Nanua, Sali Berisha me karizëm dhe me aftësi politike, këta politikan i fut në xhep të gjithë, më kupton? Fatkeqësia më e madhe e Sali Berishës si individ është që ne kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi shumica komunist, sepse është bërë lavazh i trurit dhe vazhdon të jetë dhe nuk mund të zhbëhet, sepse koha duhet të kalojë. Prandaj kjo është, nëse ai do kishte qenë, po ai zgjodhi këtë rrugën tjetër, të hapte parti të re,
të rrinte në krye të kësaj partisë edhe të mundoj të fitonte të bënte ato qa fitoi, sa herë ka Mendoj fituar. që Sali Berisha është shumë i mirë për ne. O bën Jo, 1-3 shumë faleminderit. Jo, absolutisht jo. Shiko, mos ma konsumo këtë temë se vi kam re që kemi një episod të plot për profilin e Sali Berishës. Në qoftë se je interesuar, mua do më bëj shumë qefi që ta bënim një episod të plot Sali Berishën. Patjetër, flasim për Sali Berishën, let's go. Okay. Flasim jashtë automatik karikusim, po që kjo është me pak fjalë. Ideja. Po tani të thelbi i muhabetit domethënë, i bie që ne të dy jemi të bindur në fund që përveç Alex Jonesit, as Trumpi, as Andrew Tate nuk e meritonte per se banin? Apo jo? Jo, nuk mund ta pres domethënë dot me thik. Okej, tek Andrew Tate jam çik më i pavendosur, pra mund të them që Andrew Tate edhe mund mos ta meritonte banin. Nuk është se jam futur shumë me detaje faktit kryesor pse ai u bë ban, domethënë a shkeli ai, domethënë ku e kanë cituar ose sepse unë di pak a shumë filozofinë e përgjithshme të Andrew Tate, po se për çfarë u bë ban nuk e di. Nëse është bërë për atë të përgjithshme, i bie që pastaj jo, mos ishte bërë ban. Është bërë ban për asnjë arsye i plako. Ai është bërë arsyeja ka qenë disagreeing with community guidelines. Nuk është dhënë asnjë arsye, as mail, asnjë gjë domethënë. Edhe mua më ka dhënë TikTok mail plak. E kupton, ma nxori, më tha të paktën nga guidelines-at ke këtë pjesën e aggressive speech e çka budalliqe është tillë. E kuptoj. Pra, te pjesa e Andrew Tate e mendoj që beni mbase nuk mund të ishte në mënyrë e duhur. Po tek pjesa e Donald Trumpit pastaj këtu jam anoj 51% që duhet të banoj Donald Trump nga Twitteri. Nga ato. Tani le të vazhdoj. Domethënë, doja që të banoj kur ishte president, më kupto. Kur ishte president, sta ai nga presidenti, tani le ta lëm, tani le të llaposë çfarë doja ai dhe të gjykohet si njerëzit e tjerë. Pra, tani të vendoset si çdo gjykoj një person. Plako do zi, vrap Trumpi. Ja, unë e shikoj sot data 16:00. Trumpi ka për të zgjedhur ose minimumi do fitoj republikanët. Po Trumpi ka për të zgjedhur, ke për ta parë. Shikoj që do fitoj republikanët, ka mundësi të fitojë. Nuk. Është pa diskutuar me fare, është pa diskutuar fare. Kur persona si Biden edhe këta komunistët jeshil në Europë tash e shkatrojnë popullin në taksa, është ajo breed ground për budallënj ose diktator. E kupton? Kur një popull është në ruinim ekonomik, identiteti edhe çdo gjë tjetër, do dali dikush që doli filani apo Enveri apo tjetri që thoi unë jam zgjidhja, unë do ja u zgjidh juve të gjitha problemeve, edhe një njeri normal thosh aman o zoti i madh se kam fëmijë për të bajtur, aman hajde na gjej problemet. Se shiko çana bën këta. Edhe ai ka bërë Bideni për shembull që do e shkatroj SBA-n në largpamësi edhe me politikën e jashtme, me këto budalliqet e sabotimit që i bën Nord Stream 2 tash linjave të gazit Gjermanisë e tjera. O plako, ditë zeza do vindaj. Shiko, te pjesa e ndjekjes politikave, domethënë është pak temë më e thellë, po për sa i përket presidentit në Amerikë kështu si individ, unë mendoj që ndikon edhe shumë, domethënë ai si individ, domethënë kur ishte Barack Obama, ishte figurë me të vërtetë domethënë e pastër për sa i përket këtyre polemikave, gjërave, ishte deri diku figurë që po t'ja jepte ai fitonte zgjedhjet. Edhe me Bidenin që fituan tani kundër Trumpit, ata fituan vetëm se Bideni ka qenë figurë e pastër, ka luftuar në luftë, atëre ka qenë figurë që nuk është për zgjedhje në skandale, dhe ishte figura e vetme që mund t'i mundte ata Trumpit, edhe e mundi. Domethënë për mua nga ata. Po tani, nëse sepse ai nuk kandidon dot më, nëse do dali një figurë tjetër nga këto, jo
në nga këto Kamala Harris që janë pak si shumë të përfshira me krahun e majt, Ai aty ka të tenton, fitojnë. ai po ta mbaj bëth ai ka tenton, ai një mandat ka bërë, ai mund të bëjë 2, po ti doj. Po ai s'bën, Jo, ai është duke vdekur. ky është po prandaj e zgjodhën atë, e ngritën Joe Biden nga vari që të fitonte presidencën, se ai ishte rënë, po e dini që vetëm atë e fitonin dhe e fituan. Normalisht, po shikoj çfarë është problemi. Ajo që theti për Barack Obama që ndron plotësisht. Po ti lë pjesë më të madhe gjithë kur. Barack Obama ka pasur politikat ekonomike më të këqija të asaj. Në kohën e Barack Obama shumica e fabrikave kanë ikur në Kinë. Në kohën e Barack Obamas janë bërë ekzekutime dhe bombardime në Yemen dhe është rritur prezenca luftarake, kurse republikanët Trumpi i hoqi. Trumpi e tha duhet të ikim nga Afganistani. Ky e bëri ashtu si e bëri, që ngelen me mira të vdekur dhe të lënë base dhe ata që kishin ndihmuar gjatë kohës së luftës për demokraci, ja lanë atyre, i morën ata, i torturuan, i bënë të gjitha të tjera. E kupton? Është skandal nga çdo anë burrë. Demokratët në Amerikë kanë një problem shumë të madh në mendimin tim, që janë warmongering në plak. Kupton? Kanë gjatë gjithë kohës kërkojnë konflikt në plak, kërkojnë konflikt jashtëzakonisht në mënyrë shumë të madhe. Vinte takonte Putinin që të zgjidhin ato gjërat, jo pse vetë fleti me atë, ne duhet i përballemi atyre me luftë, nuk do t'i japim asnjë shans. Po i pari që ashtu të luftën Bushi ka qenë. Ai e filloi luftën kundër terrorit, mos gaboj. George Bushi. Është tjetër, ato këto ka filluar më vonë këto. Ja kupton. Ai është pjesë e establishment, po, ke drejtë. Po ai filloi pari ato, ai doli, më duket se presidenca e tij ishte gjatë kohës që ndodhi 11 shtatori, right? Po pra po, ajo ishte presidenca e tij, po ishte dhoma e këtyre, ç'a ishte House of ç'a quhen këta, se i ka me dhoma, ata ishte demokratë, si ishte ai. Qëshin qoftë të ishte atyre, është senati. Në qoftë e kanë kongresin, ata nuk kalon asnjë që nuk është në Shqipëri që po e tha Edi Rama për shembull do bëhet, e kupton? Atje po s'kaloi, jo të jetë ai George Bushi apo Donald Trump. Pse e bllokuan Donald Trumpin ata? Se kishin dhomën ata, kishin dhomën, çfarë thoshte Donald Trump, ja bllokonin ata të gjitha, nuk i linin të bënte asnjë gjë. Obama ka pjesën, domethënë që ka qenë të gjitha ato gjëra që theti. Po problemi është plaku që Barack Obama është figurë jashtëzakonisht shumë e zezë, edhe me shumë viktima dhe me shumë casualties në politikën e jashtme, që i kanë rënë me qafë shumë shteteve të ndryshme, domethënë. Këtu pastaj futemi një gjë që jo, po shiko se edhe në ato kohë nuk ishte kjo lufta e klasave atje siç është tash, e kupton, demokrat me republikan në kohën e Obamas. Nuk ishte kaq e thellë. Edhe ata ishin të publikuara, domethënë që janë futur këto shtete në shtete të pasigurta, edhe po dërgojmë batalione atje, po bëjmë atake me drone në Yemen apo në kështu, këto që s'kishin akoma. Yemenin ja bën për çok Arabi Saudite, se e kupton. Po fillon po ngrinte portet e gjitha, që është bëhet një ideja me Rusin tash, domethënë. E kuptoj, po shikoj, po ta marrësh të gjitha figurat e presidentët e Amerikës, kanë qenë të gjithë domethënë të larë me gjak dhe kanë qenë të përgjakur, sepse kjo është, po tani nëse do t'i gjykosh këta që kanë qenë të vërtet të përfshirë për luftën e për to, duhet ta gjykosh historinë. Pra, këta me të vërtet kanë bërë ca ndërhyrje të cilat kanë pasur viktima të pafajshme, po nga ana tjetër kanë shpëtuar edhe jetë. E kupton, kanë shpëtuar, kanë bërë dhe ndërhyrje të cilat kanë qenë të sakta. Kështu që kur ke përballë për shembull një president si Biden dhe një president si Putin, kur i vendos këto të dyja figura përballë njëra tjetrës, është pak domethënë, unë për veten time anoj nga këta të Amerikës, pak më shumë se sa nga këta të Putin. Jo, nuk diskutohet fare që nga Amerika, po në Amerika na fut gishtin e plako, se Trumpi, di çfarë kishte një që të mirë Trumpi plako për pasaj përket politikës jashtme. Trumpi kishte konfrontonte plako, kupton, në vajtje e takoi personalisht Putinin disa hera edhe asnjë gjë nuk ndodhi. Faleminderit vllai. Edhe konfrontoi disa herë dhe nuk agravoi asnjëherë gjendja në 4 vite që ishte Trumpi. Në asnjë moment nuk agravoi. E kupton? Putini mori Krimen në kohën e Barack Obamas, Putini u fut në Ukrainë në kohën e Bidenit plako.
sepse janë figura që në politikën e jashtme janë inflamatore plako. Kjo është shumë e disa do dëmtoj kjo ne. E kupton se ne jemi dhe të lidhur drejt për drejt me Amerikën për pjesën e Kosovës, e kupton. Gabim bën në Irak ata, gabim bën në Afganistan. Krau ultranacionalisti i Serbisë dhe i Rusisë po thonë që do i vira Kosovës, edhe në Kosovë gabim kanë bërë, e kupton. Kështu që ne na dëmton shumë kjo pjesa. Si do me thënë në Kosovë gabim? Po, ultranacionalistët serb, do me thënë edhe rusë thonë që siç ka bërë gabim, se ka thënë vetë Amerikanë që Afganistani was a mistake, e kupton? Të dyja palët, jo vetëm njëra. Edhe e thonë që siç e thamë për Sirinë, siç e thamë për Irakun dhe siç e thamë për Afganistanin, do e thonë dhe për Kosovën. Edhe ne na merr lumi keq fare ashtu, e kupton? Shiko, okay. Pretendimet që mund të kenë ultranacionalistët serb janë gjëra të tjera, po faktet pastaj janë gjëra të tjera, kështu që. Faktet i bën fituesi plako. E kupton? Edhe problemi tash me Bajrin që të bjerë i tyre respekti. Shiko, në këtë rast nuk është se ka shumë vend për fitues apo për humbës. Nëse një vend ka më shumë se 90% të popullsisë të një nacionaliteti, kanë të drejtë ata që të caktojnë kufit e tyre territorial edhe ta marrin shtetin e tyre, mendoj unë domethënë. Po. Nëse kanë dhe nëse domethënë normale, duhet parë edhe historia se si ka ndodhur, nëse janë aneksuar në mënyra pa drejta, se ashtu i bie që të vinë një shtet të sjellë ca njerëz në një shtet dhe më kupton, jo se kanë fjalën për këto puçe, kanë fjalën kur kanë qenë brenda atij territorit, janë pushtuar kur kalojnë kohra të ndryshme, siç janë këto rënjet e këtyre sistemeve, atëherë këto shtetet kanë të drejtë të shpallin pavarësitë e tyre. Që shu bë me Malinezinë, me Maqedoninë, me Kosovën, me shtetet që dolën nga Bashkimi Sovjetik, këto shtete kanë të drejta që të gjitha ato kanë pasur një gjë të përbashkët plako, që atyre ju është njofur, edhe ato e kishin të drejtën të kërkonin pavarësi. Kurse Kosova s'e ka pasur, Kosova sot e sa ditë nuk e ka pasur të drejtë për referendum, se ka të njëjtin ligj që ka dhe Britania e Madhe për pavarësinë e Skocisë, që kontrollohet nga Westminster, ajo dhoma që kanë ata në Londër, varilesh se nuk ka shumë rëndësi këto, po teknikaliteti është i rëndësishëm, që ata nuk është se kishin të drejtë për referendum për të shkëputur, e kupton? Kjo është e gjitha. Nga ana legale e kushtetuesisë së Serbisë nuk është e lejuar ajo e Kosovës. Edhe në fakt, on paper, po pastaj bie që të jetë kushtetuese pa drejtë ajo, sepse ata ishin në genocid pastaj. Nuk mund të ndodhë asë. Në qoftë se s'do ishin zbarur këto faktet, ne nuk do kishte marrë vesh asnjëri që bënonte genocid, e kupton? Kjo është gjë. Po problemi edhe një gjë të fundit ta them për sot, se edhe po vete pak vonë, unë nesër jam për të montuar kuzhinë. Dërgoj një video. Biden përpara se të fillonte lufta në Rusi, në Ukrainë, ka thënë eksakto, me thënë dhe edhe ai Ron Johnson, si e ka ai. Në qoftë se Rusia futet në Ukrainë, ne do ndalojmë tubat e gazit që vjen në Europën qendrore, Gjermaninë e gjitha si powerhouse. E kupton? Ne ka thënë drejt për drejt. Para një javë, 2 javësh u sabatuan ato u plasën, edhe këto mediat e pa fytyra, po shumë pak media, kësaj radhe se po fillojnë po ndryshojnë mendimin njerëz tash. Në një periudhë normale do ishin gjitha, tani 3-4 cop i shkatërroi Putini. Putini nuk i shkatron ato tubacione, se Putini kishte vetëm një armë që i përdorte Europës. Ishin tubat e vete, e thoshe ta mbyllun e ta hap. E kupton, kështu që çush e doti. Tani që u shkatruan, nuk e përdor dot me atë armën. Se nuk ja dërgon dot, edhe po të doj, ja dërgoj. E kupton, ose të doj t'ja shkëputi, nuk ja shkëputi dot. Edhe kjo është sabotazh amerikanë. Gjithë këtu për shembull po zgjen politika keq fare nga kjo. Domethënë në këtë gjitha, ai ministri i dërguari në dhomën europiane dhe amerikane të Polonisë për shembull, kishte nxjerrë një foto në Twitter, atë ditë që ndodhi, edhe kishte thank you USA. E hoqi pastaj, pas 15 minutash, e kupton? Edhe shiko, është e frikshme domethënë, sidomos për Gjermaninë këtu dhe për gjermanët ka për të qenë një vinter, një dimër shumë i frikshëm, shumë i kushtueshëm, i ftohtë, se dim plak që do bëhet fare, po që e bëri SBA-ja këtë, ata e kishin thënë që më përpara, kështu që yeah, shit happens.
Yeah, I guess. Mirë vllai. Dhe lëmë kaq për sot, edhe tjetër kur të doj qefin ty, duhet do flasim çik për Sali Berishën. Yeah, okay, yeah. Okej. Patjetër. Do ta vëm Sali Berisha, vetëm për Sali Berisha. Vetëm për Sali Berishën do flasim. Okej vllai. Mirë pra. Ishte shumë kënaqësi, si gjithmonë, nuk diskutohet Super fare. mirë. Kënaqësi. Mirupafshim, kalofsh mirë me kratë të lehta andej ça te kuzhina që të montosh nesër. Kuzhinën time kam, se kam marrë shtëpi të re, dhe s'kishte kuzhinë, se si as në Shqipëri me kuzhina me tavolina. Vara, okay, paske punës. Okay. Po. Kështu, natën e mirë pra gjithmonë. Natën e mirë, ciao, mirupafshim. Natën e mirë dhe faleminderit. Flasim për lajmin tjetër. Ciao, bye.